Shikos nderuar, ju përshëndes, unë Amandi Bora dhe mirë se vini në Sken Krimi. Do të trajtojmë disa çështje sonte, por në pjesën e parë do të ndalemi për të folur gjatë për atë që po ndodh në Zvërnec. Çfarë projekti është ky? Çfarë po mbahet e fshet në sytë e publikut shqiptar? Cili është hetimi që po bën SPAK për dyshimet që mund të ketë për mbi vendosje pronash, tjetërsime të tyre, kush janë llogaritë bankare që u bllokuan dhe u zhbllokuan, për cilën reagoi dhe kryeministri Rama, çfarë do të prodhojë hetimi i SPAK-ut deri në fund? Kush janë emrat e vërtet të pronarëve që fshihen pas investimit? Cili është roli i Jared Kushner, dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump? Kush janë bashkëpunëtorët e tij? Kush janë pronarët e vërtet të pronave të cilët disponojnë AMTP apo disponojnë certifikat pronësie të trollit atje? Cili është, ose më sakt, cili është roli i shtetit shqiptar në ndryshimin e ligjit për zonat e mbrojtura? Ka aty zonat të mbrojtura apo jo? Ka vlerësim të ndikimit në mjedis apo jo? Sa kohë do të vonoj projekti, le të themi, nga kompanitë ndërkombëtare për atë se çfarë kërkohet të ndërtohet në Zvërnec? Kanë lidhje agjenturat e huaja në Shqipëri me protestat apo jo? Për çfarë po protestojnë qytetarë shqiptar? Kemi një sër pyetësh të cilave do të përpiqemi pra t'ju përgjigjemi sonte këtu në Sken Krimi. Në pjesën e dytë do të flasim për faktin që prokuroria e posaçme SPAK, një audio regjistrim të regjistruar për protestën e 21 janarit, komunikime mes gardisëve, tashmë ka çuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë do të provojë ky hetim? Çfarë do të provojë ekspertimi atje? Dhe a është kjo, le të themi, një indicie, një sinjal shumë i mirë nga ana e prokurorisë së posaçme SPAK për ta çuar hetimin e 21 janarit deri në fund, duke qenë se tashmë kanë kërkuar dhe bashkëpunimin amerikan për këtë çështje. Në pjesën e fundit do të flasim për faktin që një pjesë të akuzuarve në dosjen Veliaj, të cilët kërkuan gjykim të shkurtuar dhe çështja e tyre u fraksionua, pra u mënjanua, u gjykua veçantë, prokuroria kërkoi sot kërkoi masat të dënimit, dha pretencat. Një pjesë e tyre u dënuan me burg, për një pjesë tjetër u dhanë, le të themi, edhe dënime me gjobe, po ashtu me shërbim prove. Çfarë do thotë kjo, sa implikon kjo Veliajin, fakti që një pjesë atyre që, le të themi, akuzohen për këtë çështje u dënuan, dhe si përkthehet kjo për Veliajin, dhe çfarë do të ndodhë me seancën e radhës, pra seancën që ka kërkuar kushtetuesja në gjykatën e lartë, sa do i vinë në ndihmë kryebashkiaku të Tiranës. Mirë, le të ndalemi tek pjesa e parë, tek çështja e Zvërnecit, të përpiqemi të gjithë së bashku të kuptojmë pak për shumë mbi këtë histori, duke marrë në konsiderat dhe faktin që tashmë kanë reaguar dhe mediat më të mëdha ndërkombëtare prestigjioze. Një projekt disa miliard dollar. Ky është vizioni i kompanisë Affinity Partners të Jared Kushner, dhëndrit të president amerikan Donald Trump, për të ndërtuar një resort luksoz në Zvërnec. Por historia duke se është më komplekse se kaq, apo se vetë emri i dhëndrit të presidentit më të fuqishëm të botës. Qeveria në vendin ton po përballet me protesta të cilat po vazhdojnë prej disa ditësh tashmë, të hyshtura pas protestës në Zvërnec, ku pati përplasje mes rojeve private të rrethimit me tela me gjemba dhe qytetarëve. E teksa tashmë, revolta qytetare është zhvendosur poshtë zyrës së kryeministrit, jo vetëm me thirrjen për anullimin e projektit, por dhe me të tjera kushte deri në dorëheqjen e tij. Aktualisht nuk ka asnjë projekt publik të finalizuar nga studiot ndërkombëtare mbi atë se çfarë do të ndërtohet në Zvërnec, ndërkohë që kanë nisur dhe pretendimet mbi pronësinë e disa tokave po aty. E gjithë kjo situatë ka nxitur dhe mediat e mëdha ndërkombëtare që të reagojnë mbi atë se çfarë po ndodh në vendin ton. Një situatë që ndoshta do të kishte nevojë për një transparencë më të madhe, jo vetëm të atyre që do të ndërtojnë, por dhe se kush janë pronarët real. A ka tokë apo jo e cila i përket zonave të mbrojtura, e një sër pyetjesh të tjera. Prestigjozja Reuters i ka kushtuar një artikull asaj se çfarë po ndodh në Shqipëri. Sken Krimi po u asjell të plot këtë shkrim. Mijëra shqiptar dolën në rrugët e Tiranës të martë në mbrëmje për të protestuar kundër një projekti zhvillimi të planifikuar nga një kompani e lidhur me dhëndrin e Donald Trump, Jared Kushner, në një zonë ekologjikisht të ndjeshme të Bregdetit Adriatik. Resorti me vlerë 1.4 miliard euro, pra 1.6 miliard dollar, po zhvillohet nga firma e investimeve e Kushner, Affinity Partners, në një ishull pranë Shqipërisë dhe në një shtrirje të pazhvilluar bregdetare, pranë peizazhit të mbrojtur Vjos Nart. Një ligatin ku jetojnë flamingo, foka dhe ku breshkat e detit vendosin vezët e tyre.
Ambientalistët e kundërshtojnë planin për të cilin thonë se do të ndikojnë në disa qindra hektar plazhe të paprekura. Zhvilluesi thonë se do të realizojnë projektin në mënyrë të përgjegjshme. Fokusimi mbetet administrimi i përgjegjshëm, përmirësimi i mjedisit, krijimi i vendeve të punës dhe gjenerimi i vlerës afatgjatë për komunitetet lokale. Ne respektojmë proceset publike dhe institucionale që janë në vazhdim, tha Ashera Behsera, kryetari i Sazan Real Estate Development, e cila po zhvillon planet në partneritet me firmën e Kushner. Affinity Partners dhe Kushner nuk u përgjigjen kërkesave për koment. Protestuesit u mblodhën të martë në mbrëmje përpara zyrës së kryeministrit Edi Rama duke mbajtur flamingot fryra dhe pankarta me mbishkrimet "Kombi nuk është në shitje" dhe "Nuk e dua Shqipërinë si Dubai". Ne duam që të ndalë çdo ndërtim dhe që makineritë e rënda të largohen nga zonat e mbrojtura, tha Joni Vorpsi, ekolog pranë organizatës PPNEA, BirdLife Albania. Ky do të ishte një qytet i ri me rreth 10.000 dhoma dhe do ta shkatërronte plotësisht atë rajon të egër. Rama e mbrojti projektin të martën. Është shumë e rëndësishme që të mbetemi mikpritës, të mbetemi të drejtë dhe në asnjë rrethan të mos marrim stigmën e të qenit një vend ku investitorët përballen me armiqësi, tha ai në një deklaratë të shpërndar për Reuters. Nuk ka absolutisht asnjë mundësi që investimi të ndalet, për sa kohë që unë jam këtu. Protestat nga banorët dhe organizatat jo fritimprurse nisën pasi zhvilluesit vendosën gardhe të mëdha me tela me gjemba në zonën e propozuar në Zvërnec, pranë Vlorës. Disa qindra persona u mblodhën dhe u përplasën me rojet private të sigurisë të shtunën, ndërsa disa prej tyre u lënduan, sipas një dëshmitari të Reuters. Kushner njoftoi për planet për ndërtimin e resortit në vitin 2024 si pjesë e një investimi më të gjerë që përfshinte gjithashtu një iseli ushtarake në kryeqytetin serb Beograd. Vitin e kaluar, ai hoqi dorë nga projekti në Serbi pas protestave në rrugë kundër tij. Mirë dashur shikues, ky është inserti që kisha përgatitur për atë se çfarë po ndodh në Zvërnec, për projektin, për protestën në Tiranë, për reagimet e mediave më të mëdha ndërkombëtare të cilat duket se i kanë dhënë një jehonë të rëndësishme le të themi kësaj gjëje në duke e madhe që po ndodh në vendin tonë dhe që sigurisht qeverinë duket se e ka vendosur përballë një pozite në raport me këtë projekt. Mirë, për diskutuar për këtë çështje, që do ta diskutojmë pak gjatë për kuptuar më thellë, kam të ftuar sonte në Sken Krimi, ish prokurorin dhe avokatin Ervin Karanja. Shumë faleminderit Karanja. Përshëndetje. Dhe në lidhje direkte un kam avokatin Leonard Karaj. Avokat, faleminderit. Nga përshëndetje. Tani së bashku. Tani pse po as një rezistencë kaq të madhe ky projekt? Prej disa ditësh po zhvillohen protesta tashmë në Tiranë, të cilat janë zhvendosur poshtë zyrës së qeverisë kryeministrit. Kam përshtypjen Andi që ky projekt derdhi, le të themi, atë gotën e fundit, pikën e fundit të ujit, aq sa enough is enough, i thonë një fjalë në anglisht, mjaft është mjaft. Dhe ky popull që deri para pak kohësh konsiderohej si i mefsht, sipas kryeministrit që nuk i ngrihet në thojza, duket se nuk që ka i tillë, pra e pas ka akoma nervin e protestës, e pas ka akoma nervin e së drejtës, e pas ka akoma nervin e asaj që quhet pronë publike, sepse ajo është pronë e gjithë shqiptarëve, nuk është pronë vetëm e një personi apo e disa persone, pavarësisht se kryeministri gjatë gjithë kësaj periudhe kohore është rregull të thotë domethënë që projekti po bëhet në një pronë private. Pra Nard, do ma sqarosh pak të këtu përpara se të vazhdosh për sa i përket pronës private dhe publike? Ta shpjegoj në dy fjalë. Shumë e thjeshtë fare është. Aty ka pasur tre problematika. Ka pasur një problematik që për shtetin konsiderohet pothuajse e zgjidhur, e cila rrjedh me si një pronë e trashëgueshme, pra një pronë ish pronarëve të vjetër, ku ndër të tjera dhe ndër ta ka qenë pretendues kryesor ka qenë shehu i Kaninës, ose më mirë me thënë beu i Kaninës, po flasim për 100 vite më përpara, Andi, apo ndoshta edhe më tepër se sa aq, përfaqësues ligjërisë së cilës në vitet e demokracisë, pra në 10-15 vitet e fundit, se kjo histori ka një 15 apo 20 vite që vazhdon, ka qenë një personazh i cili është i njohur për botën televizive, Artur Shehu, i cili jeton në jashtë Shqipërisë, më duket në Miami. Pasardhës i kësaj familje, i beut Kaninës. Ai pretendon se është pasardhës i kësaj familje. Pra, teorikisht ai ka kërkuar të drejtën e tij si ish trashëgimtar për një
hapësirë shumë të madhe pronësore që shkon mbi 150 hektar. Por në ndërkohë, aty ka pasur dhe pretendues të tjerë, të cilët e lidhin kërkesat e tyre me reformën agrare të vitit 1946. Pra janë dhe dy familje të tjera dhe ato pretendojnë domethënë një pronësi të madhe në atë zonë. Po flasim në atë zonën e Nartës dhe deri në Zvërnec, pra gjithë që përfshin edhe aty ku sot është ndërtuar aeroporti i Vlorës. Pra të gjitha atë zonën aty. Këta familje nuk është se kanë marrë pronë, nuk është se është bonjor pronësia mbi këtë pronë. Në ndërkohë, ka edhe një shumicë të madhe njerëzish, pronarësh, familjar, në dijenin time mund të shkojnë mbi 90 familje, të cilët ja kanë përfituar pronë sipas ligjit 7501, që ta kuptojnë shqiptarët. Ajo zonë aty nuk është e gjitha zonë ranore, ka pasur edhe toka bujqësore. Ligji 7501 ndante vetëm tokat bujqësore. Dhe në vitin 1991, 92, 93, nga 91 që u dhanë përdorim, në 93 pasaj qeveria e Berisha nga përdorimi bëri pronar data që nuk kishin qenë ndonjëherë pronar, pra ky deficiti i madh i ligjit 7501, po nuk kemi kohë sonde për ta ezauruar atë, do duhet kohë të gjatë. Unë e njoh shumë mirë domosdoshmë si procedurë, por do mos futem shumë në teknikalitetet aty ligji. Këtu mbi 90 familje kanë marrë pronë, janë ndarë prona, kanë AMTP. AMTP-ja, që se din, është akti i marrjes porosit të tokës dhe është baza për të bërë pronar. Në momentin kur ti ke AMTP-n, ke të drejtën pastaj mbrapa që të shkosh dhe ta regjistrosh pronën tënde në hipotekë dhe ta certifikosh atë. Këto 90 e kusur familje, gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, 30 vjeçare, janë munduar që të regjistrojnë pronat e tyre, por kanë hasur një ndek shumë të madh për shkak të vendimeve të gjykatave të cilat kanë dalë në vitin 96, 99, 2008, 2009, 2010, vendime pas vendimesh, ka shumë vendime, të cilat lidhen me vendimet e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, të cilat në një mënyrë apo në një tjetër i patën kthyer pronën shehujt kaninës apo dhe ish-pronarëve të tjerë. Pra, aty kemi pasur një mbivendosje totale. Nga njëra anë kemi ish-pronarë që pretendonin që është prona e tyre, nga ana tjetër kishim pronarët e ligjit 7501, të cilët dhe ata pretendojnë se janë pronat e tyre sepse me ligj kanë marrë. Dhe në Shqipëri prona ose dhurohet ose të merret me ligj ose trashëgohet, nuk ka mënyrë tjetër për ta marrë pronë. Këto 90 familje, po thua që vendim pas vendimit të gjykatave, procedurave të tjera me radhë, sot e kësaj dite nuk i kanë të certifikuara, por disponojnë vetëm AMTP-n? Vetëm AMTP-n, po që ta kuptojnë njerëzit, AMTP-ja është baza e regjistrimit të një prone. Por nuk do të thotë që e ke të regjistruar. Nëse ti ke AMTP-n, presupozohet që ke 90% të pronës. Okay. Në letra po flas, që të kuptojmë drejt atë që për cilin po flasim. Pra, sa duhet drejt apo e pa drejt të duket AMTP-ja si akt procedurial ligjor. Sa duhet drejt e pa drejt, po të them edhe një herë tjetër që ajo ka dalë nga ligji 7501 dhe dikush mund të thotë, "Ore, është prona ime, është prona e gjyqit time, ka të gjyqit time, çfarë si e ka?" Aty ka një AMTP dhe ai që ka marrë, ai fshatari, le të themi, fermier i zonës, ka gjithë drejtën e Zotit. Por shteti, ky palo shteti jon, i djeshmi dhe i sotmi, asnjëherë nuk ja ka njohur të drejtën këtij, pavarësisht se ja ka dhënë AMTP persona në fjalë. Kjo procedurë ka vazhduar me vite të tëra, nuk janë njohur, le të themi fermerët e asaj zone, një pjesë e tyre i kanë punuar ato prona, i kishim me AMTP, i kanë punuar, në ndërkohë nga ana tjetër edhe le të themi Artur Shehu si trashëgimtar i beut të kaninës ka njohur me vendim gjykate dhe me certifikim një pjesë të konsiderueshme të asaj, por nuk është personi që ta kuptojmë drejt. Artur Shehu nuk është personi që ka pjesën më të madhe të zonës aty. Unë sot kam nxjerr një status të konfirmuar, shumë të konfirmuar, që aty pronari më i madh i asaj zone, Vjos, Nartë, Zvërnec, është Banka Credens. Banka Credens, dhe që ta din shqiptarët, Banka Credens ka shumë aksionerë, kompani apo individ të ndryshëm të cilët kanë aksione në përqindje të caktuara. Banka Credens sot rezulton si pronarja më e madhe e asaj zone me 600 hektarë. Pastaj mbrapa me diku te 300 e ca hektar është zoti Bexhet Pacolli, pastaj me 240 hektar në pronësi po flasim, është zoti Vasil Naçi, ja Angra Group, pastaj është zoti Gazmen Deni,
Gazdemi, presidenti i futboll klub Partizanit, me diku rreth 180 hektar, dhe është dhe zoti Artur Shehu me 150 hektar dhe ka dhe personazhe të tjerë të cilët kanë shumë herë më pak. Po që se si ka. Ajo që është për të çuditur në një mënyrë apo në një tjetër është se si është e mundur që këta njerëz janë nyshtur me të gjitha mënyrat e mundshme për të shkuar për të bler prona në atë zonë, duke e ditur që ajo është zonë e mbrojtur, peizazh i kategorisë 5, peizazh i mbrojtur i kategorisë 5, kur me ligj është përcaktuar që ti nuk mund të bësh ndërtime aty, ose më mirë, mund të bësh ndërtime, por në mënyrë rigoroze, specifikisht vetëm ndërtime të atij lloji të cilat janë të pranueshme të tipit për shembull kasolle me kasht, gjëra të vogla dhe nuk mund ta japësh ti për një lloj turizmi elitar. Pyetja që nuk kam ngritur sot aty dhe mbyll këtu, lutem se zuat zgjatem, është fakti, po mirë ma zotëri, si është e mundur domethënë që këta e dinë shumë mirë që aty nuk mund ndërtohet. Mbas ligjit po flasim, a? Si është mund që këta pra shkojnë këta oligarkët, po i quaj oligarkë në thonjza, se s'më takon mua ta them se a janë apo nuk janë tillë, gjithkush ka drejtën e vet të bëj biznes në këtë vend dhe gjithandej, shkojnë dhe blejnë prona në atë zonë ku ata e dinë shumë mirë që me ligj nuk mund ndërtojnë. E pra nuk që ka kështu historia, sepse këta njerëz sipas kanë blerë gjatë gjithë këtyre viteve dhe në vitin 2024 andi ne kemi një ndryshim të ligjit për zonat e mbrojtura. Mos ma sqaro tani se dua ta bëj pyetje. Sepse duhet ta kuptoj pak më gjatë atë. Nart, faleminderit shumë për të shpjegim deri tani. Tani, Karanja, përpara se unë në fakt të kaloj tek një pyetje tek ju, a mund të dëgjojmë së bashku një deklarim të kryeministrit Edi Rama sot, i cili ka folur për çështjen që SPAK, pra prokuroria e posaçme SPAK, ka një hetim të mirëfillt pikërisht për çështjen e pronave, pati dhe një bllokim të llogarive të dy vëllezërve të cilët janë investitor, pra vëllezërve nga Katari, po ashtu edhe një bllokim të llogarisë Artur Shehut, personi i cili disponon një pjesë të pronave aty, sipas asaj çfarë kemi lexuar dhe dëgjuar, por të dëgjojmë kryeministrin se çfarë thotë dhe rikthehemi për diskutim. Ndërkohë që nga ana tjetër, unë konsideroj po ashtu shumë pozitive që SPAK-u ka vendosur të mbaj të ngrira fondet pa i lënë të kalojnë tek shitësi, për të cilin ka një proces hetimor. Kjo në këndvështrimin tim është shumë pozitive edhe për çdo që pretendon pronë në atë territor, sepse tani më çështja e origjinës pronës është një çështje që do të mbulohet nga një hetim tërësisht i pavarur dhe profesional përmes SPAK-ut, dhe në të dyja rastet rezultati do të jetë një rezultat i padiskutueshëm nga pikpamja ligjore, ndërsa nga pikpamja e pretendimeve do t'i jap fund çdo spekulimi, çdo manipulimi, çdo pretendimi që nuk është i bazuar në ligj. Karanja, si që dëgjuam kryeministri thotë që në të dyja rastet, në varësi të hetimit të SPAK për çështjen e pronave, rezultati do të jetë pozitiv. Tani çfarë kuptojmë ne këtë? Nëse SPAK për shembull do të konstatoj shkelje ligjore me çështjen e pronave, i bie që projekti do të ndalet, nuk ndalet, kryeministri thotë rezultati sido që do të jetë pozitiv. Çështja ka një problem tjetër. E para herë duhet verifiku pronësia, sepse këtë është pronësi shtetërore. Pra duhet parë, nëse është pronësi shtetërore, sepse dihet gjithmonë kënetat në çdo zonë të Shqipërisë, në kod Zogut, qoftë më përpara ka qenë prona shtetërore. Sepse edhe sot është rrit shfrytëzimi i zonave kënetore, po më përpara ka qenë e vështirë, sepse paguhet edhe taks për tokën dhe kryesisht tokat bujqësore që kanë qenë vende të larta, ato kishin vlerë. Dhe këto nuk kanë pas një vlerë kush e di se çfarë, kanë qenë pronë shtetërore, se është kënet. Dhe pjesa më e madhe e tyre kanë qenë pronë shteti. Ka pasur çështje penale në lidhje me
kalimin pronësi të privatëve të këtyre tokave shtetërore dhe në zonën e Ranishtës ka pas vendime të tjera pronave për cilët ka qenë çështje edhe në hetim penal. Pra një detyrë e madhe e SPAK-ut që para se të shkojmë tek investimi, detyrë e parë është verifikimi i pronësisë. Pra, Artur Shehu që janë bloku pronat sot, ai është më afër pronësisë se pretendon tokat e gjyshit vetë, të afër me vetë. Po këta tjerë që s'është asnjë nga Vlora, se të mitë patën ai nga Vlora është më afër. Të jetohet, pra ky që është nga Vlora, këtia kanë sekuestruar tjerët, nuk e di hetimin se në çfarë faze, se të mos ta paragjykojmë, por na rezulton që ke shumë prona të marra në këtë zonë. Tani, ku janë marrë, si janë marrë, sepse nëse është pronë shteti, atëherë hyn shteti si të marrë pjesën e vetë, për shumë bëhet resorti turistik, të marrë shteti, që njëse të prodhojë... Hynë si lloj investitori, po themi, shteti. Si që kanë hynë këto privatet, një të atë kushte, unë nuk kam gjohë me investitorin. Investitorit të vazhdoj, por që se është shtetit kjo pronë, është morë me letra falso, atëherë tjetë shteti. Pse mos ketë shteti pjesët, ti marrë këto parat, shtetit ti kalon shtetit. Po do të hyj privati, po thonë. Me këto shumë parash, domethënë bëhen rregullohen shkollat reja, bëhen rrugë të reja, Vlora po shpopullohet një pjesë shumë e madhe e Shqipërisë, rriten investimet nëpër qytete që të nxisin popullin të ri nëpër vende. Prandaj puna e parë është që kush janë pronarët e vërtet. Dhe pyetja tjetër, kush e mbron pronën e shtetit? Sepse këtu shohim pronën e shtetit, shive si sikur me pas hasët. Pra shive si pronë e hasmit si për me amar. Prandaj detyra e SPAK-ut është që ti verifikoj këtë çështje, ta verifikoj në raport dhe me çështjet e tjera penale që kanë qenë më përpara, rezulton që ka përgjime në cilat ka përgjime të ndryshme, të cilat dhe vetë zoti Dumani kur ka qenë pjesë e task force-s së Tiranës, ka djeni, ka pasur disa çështje për falsifikime të pronash në zonat ndryshme të territorit të Republikës së Shqipërisë, shofi kanë lidhje apo jo. Dhe shifet personat përfitues kanë qenë të interesuar më përpara apo jo. Sepse e theksoj andi, pronat e shtetit janë pronat e gjithë popullit shqiptar. Pra nuk i takojnë një individi të caktuar, po i takojnë gjithëve. Ato që janë gjithë, ati që i takon. Në lidhje me ligjin 7501 është një ligj që tashmë dihen, është ligji që ka sjellë shumë pasoja të rënda në regjimin juridik të tokës në Shqipëri, sepse fillimisht marrëveshja politike ishte që ky personat që banonin në zonat e kooperativave bujësore dhe kishe tokë, që të mos ngeleshin pa punë, të kishin tokat, punonin tokat. Dhe ta kishin tokën në përdorim. Që kuptojnë me përdorim? Që ta përdorësh tokën, të mjegësh, të marrësh të ardhur. Në vitin 95 u bë me ligj kalimin pronësi, pra nga akti i përdorimit i 91, sepse shpesh referohen në mënyrë të gabuar, referohen në vitin 91. Vitin 91 që marrë tokës në posedim. Pra posedim ti e posedon. Gëzim e posedim. Tjetërësimi nuk e kishe. Kalimi pronës në pronësi 95, masaj këtu ka kriju probleme shumë të mëdha. Tani, ja ka dhënë pronën një personi tjetër që s'është, ka krijuar mbi vendosje me pronarët e vjetër, dhe kjo ka sjellë përplasje dhe ky ligj në vitit 95 që kaloi në pronësi pronën, ka sjellë shumë pasoja të rënda në lidhje me jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Ka ndodhur shumë konflikte pronësie, me drejt një qytetar është pronë gjyshit, ka punuar gjyshi im, e ka blet tokën me Napoleona. Jo thotaj, prit, do ta marri ky tjetër sepse ky ka qenë antar i kooperativës bujësore. Ç'lidhje ka kjo? Ta mori, ka qenë brigadier. Ka qenë brigadier ose ka pas mbajt pamendën. Tani pra këtu duken ligje që këtu nis ai deformimin. Duhet të kthehet prona pronare dhe nëse ka vend bosh, ta përdorësh, po është pronë e pronarit. Dhe këtu në rastin konkret, nëse Artur Shehu ose njerëzit e tij, domethënë që të pararësit e tij e kanë pasur pronës për shkak të se kanë qenë të pasur në kohën që kanë qenë, ta morin. Por duhet të verifikohet e gjithë, sepse na rezulton që aty janë marrë sipërfaqe shumë të madhe tokë të bera, domethënë si duket sikur si e dyshim të kuptimin që është shitur, do është parë bleret njëra mas tjetër, çmimet e tjera. Duhen parë me shumë vëmendje. Dhe tash ndryshimi i ligjit në 2024.
Po të veshre, qa kemi parë në media dhe qa kemi parë në propozim, është bërë nga një grup deputetësh. Pra ligji për zonat e mbrojtura. Është bërë një ndryshim që të zonat e mbrojtura mund të ndërhyet, sepse më përpara ka qenë kategorike në zonë mbrojtjes ti s'mund ndërhysh. Është bërë një ndryshim në vitin 2024 që mund bëhet në ndërtim, por duke pasur kujdes mjedisin dhe gjërat saj natyre. Dhe këto është bërë nga një grup deputetësh. Ndërkohë ky ndryshim do të ishte bërë nga Ministria e Mjedisit dhe Ministria e Mjedisit është ajo që e njeh, pra si ndikohet në mjedis, prerja e pemëve, gjithë ekosistemi, sepse aty duhet një studim ku shkohet. Shkohet kodësh, ai për shembull, një kuriozitet, dunat e rërës duhen vite të formohen, sidomos rëra detare, pas aty janë duna rëre të krijuara në vite, në shekuj. Pra di me një eskavator shko me një eskavator prishi dunë që është bërë në vite, nuk është prishë kot zogut, nuk është prishë kot turkut, nuk është prishë kot gjermanin dhe prishë sot i ditë bukur pse shkon ai me eskavator. Pra dhe personat që ndërhyjnë duhet të kenë një orit e duhura. Pra s'duhet një person eskavatorist i zakonshëm, por duhet i trajnuar nga një punojnë si mjedisit edhe kur ta kesh me projekt, aq më tepër që aty s'ka projekt fare, kjo është akoma më e rëndë. Shkoti i fut pret pemën aty sepse pemën sot mund provohen dhe me fotot satelitore, që ka hap rrugët, si e ke prej pemën. Se ato janë pemë natyrale të krijuara në vite. Prandaj këtu ka shumë probleme, pra mungesa e evidentimit të pronarëve. E dyta, kush e mbron pronën e shtetit, kush e mbron shteti. E treta, ndërhyrje pa projekt. Dhe e fundit pastaj e turpshme. Ndërhyrja e policisë private, çka ishin private, çka ishin, në kundërshtim me kodin e procedurës penale. Kjo ishte e papranueshme, sepse policia private ka kompetencat e përcaktuara në ligj. Veprimet e policisë gjyqësore përcaktohen në ligjin për policinë gjyqësore, në kodin e procedurës penale. Dhe provat dhe çdo veprim tjetër procedura qoftë arrestimi, sepse arrestimi në vetë është kufizim i lirisë. Ka drejt ta bëjë vetëm policia gjyqësore, që përbën oficerët e policisë gjyqësore dhe agentët e policisë gjyqësore që bëjnë arrestimin flagrant. Madje edhe qytetarët vetë kanë drejt të bëjnë arrestimin flagrant kur kap një person që bën vjedhje ose ty ndikur në shtëpi e mban sa të vjen policia, por duhet të kesh bërë një vepër penale. Pra ti bën një vepër penale, do të kap. Çfarë vepër penale bën ai që të rrogë zvarri? Po, protesto. Shumë bukur, po në shteti. Se një person shkote dhe ndje plazh, sot i vegarit, të ikët. Dil, po ku dal, dil ku dush, të se nesër të dil, portin e zonit. Këtë e zonë, ai robi i bi, ai personi i bi të vej një govat, shtëpi të latë në shtëpi, sepse detin ti po ja merr, gjithë ajo vi bregdetare. Dhe me drejt do protestojë, du të shkojnë plazh. Ka drejt qytetarit të protestojë. Dhe ti, në një protest nuk mund ta tërheqësh qytetarin zvarr. Dhe edhe nuk i ke këtë kompetencë, aq më tepër që u përdor Sprite, madje nga pamjet filmike u pa që Sprite u përhap dhe preku dhe një punonjës policie, pra kush e ti që përdor Sprite. Pra dhuna duhet të jetë proporcionale pavarësisht se je dhe në funksion të objektit. Edhe tërheqja, shoqërimi, mbajtja aty janë punonjës të policisë që ti nuk mund të bësh atributet policisë gjyqësore. Policia ndeti pak e fjetur aty Karandxha, që reagoi edhe atëherë ku e morën këtë siguri këta? Kjo është pyetja e fundit. Ku e morën sigurinë këta për të që bëjnë këto gjona? E qartë. Faleminderit Karandxha. Nart, për të vijuar aty ku lam, të ndryshimi i ligjit për zonat e mbrojtura. Ma shpjegon dot pak sepse është bërë pikërisht në kohën kur erdhi në lojë, doli në skem pra dhe propozimi i Jared Kushner, dhëndrit të Trumpit. E mban mend Andi kur dilte Ndriku Kumbaro edhe në parlament dhe thoshte e shikoni për çfarë bëhet fjalë? Për këtë pickë zgënë, e votë skëlfare këtuja, vetëm kaq do heqim neve nga parku i madh i Putrintit. E mbani më? Ajo pickëza e vogël, e votë skëlfare e Kumbaros, është çdo shqiptar që të shkojë të shohin se çka ka ndodhur te plazhi i manastirit tani, Matan Ksamilit, duke shkuar për Putrin. Aq sa përpara nga 4-5 ditësh diçka e tillë, ata që sot janë pronarë të asaj, nuk lanë shkop bejsbolli duke i rënë njëri tjetrit, domethënë, për shkak të problematikës që kanë ata me njëri tjetrin funditës. Pra ajo që iniciativa që ndërmori kjo qeveri, duke hyshtur me idenë, domethënë që ne këto zonat e mbrojtura po i mbrojmë, po si po i mbrojmë, ti po i shkatron. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që gjoja me Demek, për shkak të zhvillimit, ne duhet të ndërhyjmë dhe te këto zonat e mbrojtura
për t'i dhënë një potencial të madh turizmit. Por unë nuk arrit do ta kuptoj çfarë potenciali turistik mund t'i japësh ti Butrintit, ti vetëm mund ta shkatrosh, sepse atë ka rujt Zoti për 2000 vjet dhe shkon ti tani edhe shet qofte e sallama atje. Se kjo është për të vënë duar në kohë. Çfarë potenciali mund t'i rregullosh ti Drilonit, më zotëri nderuar? Po shkoni shikoni se çfarë po ndodh në atë vend atje. Apo Bakstriollit, apo Thefit, apo Zvërnecit tani. Ose çfarë potenciali i sodhe ti Dhërmiut, Palasës, Drimavesit. Ne kemi arritur në pikën që e para një herë për 90% të shqiptarëve deti do jetë një luks i papar, të paktën sipas lartmadhnisë së tij, dhe ose do hyshtemi të gjithë të shkojmë në Golem, ose do ta shohim nga televizori detin. Sepse në momenti kur ti bën ke këtë lloj qasje e cila proklamohet me të madhe me idenë që na duhet këtu një turizëm elitar. Ore Andi, turizëm elitar ka dhe Malizi, ka dhe Kroacia, ka Greqia pafund, ka Turqia pafund, por në asnjë nga këto vende, në asnjë po ta them nga këto vende, nuk zaptohet deti. Ku i qenë ti mërë forcën, mërë zotëri nderuar, që shkon dhe vetë tel me gjemba si në kohën e kampeve të përqendrimit e Enver Hoxhës, deri në det, kur në ndërkohë me ligj, po pjesa nga vija bregdetare, nga deti, dhe deri 300 metra në thellësi të tokës, është gjithmonë pronë publike. Deri në 300 metra. 300 metra, Andi. Nga deti. Deri 300 metra në thellësi të tokës është pronë publike. Po si e shkon e zeti ati, domethënë ja ve atë telin deri në fund. Ku do kaloj? Unë do të kaloj valla. Deti është e imi. Pastaj hyn në një debat në Ars edhe në Durrës dhe në Golem për shembull, ajo 30 metra, 40 metrash nga distanca nga deti është. Por unë s'po them domethënë që po justifikoj atë që ka ndodhur. Unë po them domethënë që për të ardhur pastaj te kjo protesta që hidh uj, pik, do derdhet ajo gota, vëre. Unë ardhë mos më kalo se e kam më mbrapa aty, më të rrim dhe të një dy pyetje institucionale, për parë se të kalojmë dhe të shpjegimi protestës, se ka disa kërkesa aty. Çfarë do ndodhi nëse SPAK do të konkludoj që ka pasur shkelje le të themi ligjore në ndryshimin e statusit të zonës, pra ky ligj që mund ta konstatojë, nuk e di se ç'mund të ndodhë, megjithëse ka shprehur kushtetuesja për këtë. A mund të pezullohet projekti nëse do të shikohen shkelje të ndryshimit të pronave aty? Shiko, Andi, për fat të mirë, drejtuesi aktual i SPAK-ut, Klodian Braho, përpara se të vinte në Tiranë, ka qenë prokuror në Vlorë. Për fat të mirë, ky prokuror ka pas nisur një procedim penal dikur në Vlorë, pikërisht për këtë zonën e Zvërnecit dhe Pishporos. Dhe letrat kanë ngelur aty, fatmirësisht po them. Dosja nuk është mbyllur, pra me pushim, po është arkivuar, është me fraksion. Çka do të thotë domethënë që me shumë gjasa SPAK-u do vazhdoj ta nxjerr nga plurja dosjen që ka ndjerë pikërisht vetë Klodian Braho përpara 10 viteve, 15. Ja kërkon Vlorës. Po pra, ja kërkon Vlorës dhe merr SPAK-u sepse tani lëvë subjektet për të cilët hetohen mund të jenë subjektet të SPAK-ut, jo më të prokurorisë së jurisdiksionit të përgjithshëm të Vlorës. Pra, duke thënë këtë, e para njerë ka një bazë ku prokuroria mund të hetojë në mënyrë të detajuar dhe të mirëqenë. E dyta, edhe për ego profesionale, unë besoj se Klodian Braho do duhet vazhdoj punën që ka nisur 10 apo 12 vite më përpara. E ysht madje që ta bëjë gjë të tillë. E treta, nuk më vjen mirë nga ajo që dëgjova sot si lajm, e cegu pak dhe Karanxha aty, që dje ti sekuestron dhe sekuestro të llogarive bankare të atyre çunave nga Katari, dhe sot jo a heqë atyre dhe u ale vetëm dikujt tjetër. Aty, zotëri nderuar, o ja bllokon të gjithë nëse ti ke indicie për një vepër penale të mundshme, ose nuk merresh fare me këtë histori, se një çishtazan nuk mund të jesh. O je, o nuk je, o zotëri nderuar. Pra aty është ka vepër penale dhe ti duhet i nxirrësh ujin e zi,
ose nuk ka vepre penale dhe ti duhet lejosh të mos bësh grinjari si institucion po flas, por të lejosh domethënë që aty të vazhdoj projekti. Mirë, sa dhe investitorët, domethënë në kuptimin logjik të gjës, nuk kanë përshtypjen që kleçkat që ndodhin këtu, pisliqet që ndodhin këtu nuk e dia janë dhe ndjeni për të gjithë. Mi pra, unë nuk desha dal aty, po megjithatë ma ndodhe vet. Fakti domethënë që neve sot jemi në protestë, është dhe për shkak domethënë të një transparence zero. Por si është e mundur, them unë, që këtu vije të bëhet një projekt, këta thonë 4.5 miliard, po unë nuk e di nga ka dalë kjo shifër përdesa thonë që s'kemi projekt. Aty nuk ka një vënëbëmër, një vlerësim të ndikimit në mjedis, që është letra e parë që bëhet. Letra e parë është vlerësimi i ndikimit në mjedis. Pra, shkon një specialist, aty nuk është pyetur Alan Bino më burr. Në 2004, ky njeri ka bërë një memo, një projekt të jashtëzakonshëm për gjithë zonën e Zvërnecit dhe të Nartës. Ky që ka bërë gjithë projektin, nuk pyetet fare mo. Ore, çfarë ndodh aty? Çfarë gjallësash kemi? Çfarë problematike ekologjike mund të kemi? Ore, çfarë mund mos kemi? Se ja fusin kohën me anë stin gjallë. Ne si jam mentalist. Aty nuk pyetet njeri. E dyta, pse duhet më të kamuflohet kaq shumë kjo historia se kush janë ata që ndërtojnë aty, sepse sot e kësaj dite ne flasim për një kompani së cilës nuk i dihen se kush është pronari. Kjo kompania që ka regjistruar Zvërnec Development Ltd është bija, ose më mirë me thënë, është bija e një kompanie regjistruar në Holland. Ajo e regjistruar në Holland është bija e një kompanie tjetër më të madhe të regjistruar në Holland, e cila ka 2 pronarë të njohur, njëri është rus e tjetri ukrainas, dhe ajo tjetra, kompania prap tjetër holandeze, është bija e një kompanie tjetër e cila është me lidhje në ishujt Cayman, pra në offshore. Ore, si është e mundur që ka kaq shumë matrioshka, kompani guask, për ndërtimin e një projekti që për ne do duhet të ishte, si të thuash, një lloj krenarie. Po a është Xharet Kushner apo jo tani? A është vizioni i kompanisë së tij gjithë kjo gjë? Vallai ku dëgjoj këto Andi, më duket domethënë që vetëm Xharet Kushner nuk mund të jetë aty. Ose Xharet Kushner mund të jetë ai personi të cilit është atashuar këtij projekti për shkak të imazhit që ai përcjell si person, duke qenë dhënë drita në Donald Trump etc. Pra sepse nuk ka kuptim, them unë, që një personazh kaq mediatik, kaq personalitet botëror si Xharet Kushner të shkojë dhe të ndyhet, po e them unë, në thonjza me historira të tilla, matrioshka të ruse, një kompani e cila nuk i dihet pronari fundor. Po pse nuk duhet ta dinë se kush është pronari aty, kush do ta ndërtojë atë? Përse do duhet që pas 4-5 vite, ashtu si ka ndodhur me shumë le të themi afera të tjera në Shqipëri, sidomos e qeverisë së zotit Rama, të na dalin që pronari fundor nuk pas ka qenë një amerikan, një kanadez, por bën si një shqiptar ose një rus apo ku diun një aziatik. Pse një kinez? Pse duhet të kemi ne këtë lloj qasje? Ne prandaj shqiptarët janë sot të acaruar, të nevrikosur, më së shumti për shkak të mungesës së madhe të transparencës dhe të arrogancës pa kufi të këtij kryeministri që nuk meriton të jetë atkuar. Do ta bëjmë këtë pyetje, do ta sqarojmë sepse thash prandaj ta mbaj pak gjatë, domethënë përpiqemi të kuptojmë sa të mundemi në këtë tymnajin e madhe. Pse mos ta kuptojmë në fund të ditës? A mund ta krijohet Karanxha një përplasje institucionale me Spakut, i cili mund bëhet pengesë për zhvillimin e këtij projekti? Është e mundur? Spaku, detyra kryesore e Spakut është zbulimi i pronarëve të vërtet. Nëse ka probleme, do verifikoj të gjitha dosjet që kanë qenë, do mbledhë materialet e përgjimit që janë, se është e vërtet, ka disa çështje që janë bërë dhe veprime me përgjim. Duhet t'i administroj, prokurorët e dinë, madje në një çështje në 2008 ka qenë prokuror vet Altin Dumani, prokuror çështje. Edhe Altin Dumani, që nga dhe Brown në Vlorë që tha dhe Nardi, Altin Dumani ka qenë në Tiranë për çështjen një çështje. Pra dhe Altin Dumani ka qenë drejtuesi task force-s Tiranë. Duhet të kthejë dosjeve aty, të paktën të marrë provë, mund të marrë materiale nga dosjet që ka pas vepruar task force. Task force që është formuar në vitin 2007 kam qenë vetë aty dhe e mbaj mend, kemi qenë me një 4-4-5
të prokurisë Tiranës ka qenë shumë e suksesshme dhe ka bërë veprime qoftë për pronën dhe në sektor tjerë dhe mendoj që ka prova që duhet të përdoren përgjigjet e çështjeve të tjera penale të administrohen. Që mund të lidhin po thua po i lidhin me Zvërnecin. Po. E dyta, konstatohet një diçka tjetër me logjik. Ligjet kur ndryshohen organi kompetent, edhe kushtetuta ka propozohet nga ministri propozues dhe pra ke një ministër që propozon, ke një siç ndryshime të kodit penal, për shembull, që i bën Ministria e Drejtësisë. Tani ligji për zonat e mbrojtura është propozuar për ndryshim nga një grup deputetësh. Ore, çka këto deputetë tash? Sa mirë një kanë mjedisin. Ku është Ministria e Mjedisit? Ja ke këtu andi mund edhe ta shkruash, domethënë mund ta hedhësh. Pra është propozuar nga një grup deputetësh. Tani, këto deputet, ose do t'jetë mjedisit që e njohin mirë ligjin. Tani, ç'nej grup deputetësh, sepse si rregull, propozuar nga Ministria e Mjedisit. Kjo të lind ndryshimin që Ministria e Mjedisit nuk ka qenë dakord me këto ndryshimesh. Ndryshimet bëhen, zonat e mbrojtura të shfrytëzohen si mas rregull, sepse ne jemi vend i varfër, duhet burime për turizmin. Por është bërë ndërhyrje që mund të ndërtohet zonat mbrojtura, është bërë në vitin 2024 dhe propozimi për ligje mund edhësh në se nuk e kam këtu propozimin e deputetit, nëse mund të ma dërgosh, sepse nuk ta dërgoj dhe del që tani kjo është shumë e çuditshme. Si ka mundësi një grup deputetësh ndërhyn që kjo kërkon një uri të posaçme, do ekspert mjedisi, do persona të cilët kanë njohje të posaçme, duhet njohjen e dunave, për shembull profesor. Aq më tepër një profesor tjetër në vitin 2004 ka bërë një studim. Prandaj ne duhet të jemi prona është pronë publike. Prona publike mund ta bllokoj pagu do pyesi deputetët. Kush ju dha këtë ligj që i gjetët ju? Kur ishte Ministria e Mjedisit? Kush ju dha ju më këtë ligj? Sa të mençëm pas keni qenë? Çfarë zanoti keni? Për shkak mund të pyetësh për një ligj, mund ta bëj një ndryshim kodit penal. Dhe unë nardi mund të jemi nesër deputet, mund ta bosh, mund ta anashkalosh, pavarësisht se duhet, domethënë mund ta propozosh një ligj. Por ligji të posaçme që kërkon një uri aq më tepër në mjedis është propozuar nga një grup deputetësh. Mund ta edhe ta emrat e deputetëve nuk i kam këtu, por del në ligj, thotë e ke aty. Okej. Atëherë për disa shtesa dhe ndryshime dhe në ligjin numër 81/2017 për zonat e mbrojtura, vetëm kjo më del, vetëm këtë kam Karanja, nuk e kam pjesën tjetër. Me një propozim të një grupi deputetësh, shive kjetër? Po. Atëherë në mbështetjet e neneve 78, 81 dhe 83.1 të kushtetutës me propozimin e një grupi deputetësh. Ja dhe gjithë ligjin po ta nis. Pra, e ke gjithë ligjin po të kap atë thelbin. Pra një grup deputetësh e kanë propozuar. Sepse dela me propozimin e ministrisë, sepse duhet ta propozojë dikush. Prandaj këta deputet duhet ta dim kush janë. Pas pagu duhet të shoh kush janë këta deputet që e njih kanë mjedisin kaq mirë, që e kanë asa, se ndoshta edhe kemi gabu janë më të mençëm se profesorët e mjedisit. Prandaj kjo ka edhe ky aspekt duhet të verifikohet. Duhet verifikohet pse nuk janë pyetur profesionistët. Pra, pse nuk janë pyetur profesionistët për këtë rast? Ne jemi dakord se investimet bëhen edhe në Maldive, se ne kemi parë, se ne s'mund të jemi pedant të mos bëhet zona. Edhe në Maldive është dhe në zonën në Australi është ndërtuar në mënyrë të kontrolluar nga specialistët të zonat koralore që janë shumë të rralla. Prandaj po duhen specialistë tash. Kush është projekti, kush është specialisti, kush është drejtuesi i punës? Pse ka qeshtje për projektin? Pse ka qeshtje? Sepse s'ka. Nuk ka. Pra si me thonë dorën në xhep, nxirri paret ku ja pares ke dhe fut dorën në xhep kot. S'ka më projekt. Kur do me paguajt atë? Po do me paguaj ke rob që të bëjë sigur do me paguaj prit, s'ka. Paguaj s'ka lek, s'ka as projekt. Nuk ka vlerësim ndikimit. S'ka as i gjomër. Vlerësimi ndikimit në mjedis është letra e para fare, aja që bëhet. Duhet bëhet vlerësimi ndikimit në mjedis dhe pastaj fillojnë gjithë pjesa tjetër. Pra, ajo që ka ndodhur aty me shkuarjen atyre banditëve, sa ata janë bandita, ata nuk janë njerëz më, dhe kanë vënë rrethimin aty, ajo është vepër penale për të cilën domethënë do duhet të hetojë prokuroria në rastin konkret. Aty është ndërtim paleje që të arrestohet për ndërtim paleje. Dhe madje edhe AZT-n dhe nënpunësit e AZT-s do duhet të merren në hetim se si është e mundur që pas kanë dhënë këta një leje për rrethim kur aty nuk ka vlerësim të ndikimit në mjedis.
Sepse ku e di ti më Andi që nuk shkon ai zotria aty dhe prish po ja fut kotu në Andi tani, po e marr në prish një çerë dhe flamingosh. Ku e di ti mo? Prandaj duhet ky vlerësim i ndikimit mjedisëm. Por ne jemi, domethënë ne jemi kështu, e ke parasysh, po e than Altmandmia, ai i di gjithë. Ai është ai që thotë domethënë që vetëm kur e shikon në veten ngushtë fare thotë çuna, hajde ne me burim, hajde të flasim tani. Tani s'du me fol. Tani s'du të flas më me ty. Prit tani se do dal tek pyetja. Do dal tek dy pyetje. Karanja, faleminderit për këto shpjegime dhe për faktin që është një grup deputetësh për cilët ndoshta është e paqartë që kanë ata informacion apo jo për zonat e mbrojtura që mund të bëjnë një ligj, propozim për ndryshimin e ligjit që mund të jenë specialistë ato se i dinë çfarë kot e njohin mjedisin, sepse mund të ketë druvar në njëri që ka prej pemë dhe njeh pemë të mirë. Okej, Nard, të kaloj tek pyetja. A kemi ne si shtet këllë që po them, guxim dhe kurajë që ti themi jo një projekt i cili vjen propozohet nga dhëndri i presidentit më të fuqishëm të botës, pyetja e parë le të duken pyetje naive këto, nuk unë jam pyetje që jam i detyruar t'i bëj, pra mundet një qeveri, duke referuar këtu dhe fakti që në anën tjetër dhe Berisha ka një qëndrim i cili është pro një investimi të tillë, pra po marr dy liderët kryesor, kryeministrin dhe liderin e opozitës. Pra saj pavarur është vendimarrja e Shqipërisë kur bëhet fjalë për emra të tillë dhe përse në ardhi gjithë kjo mungesë transparencë dhe nuk ka një projekt. Si e lidh gjithë të gjën? Atëherë. Të lutem ma lidhe me faktin që Kështner u troqi nga investimi në Serbi për shkak të protestave. Më dëgjoj me kujdes. Unë nuk besoj se ka shqiptar me një IQ normale, po them unë, nuk ka nevojë me qenë profesor me inteligjencë të lartë, që nuk dëshiron domethënë që këtu të vijë një kompani shumë e madhe e cila të bëjë një investim serioz. Ne sot e kësaj dite 22 vite, 23 vite më pas, akoma kujtojmë Club Mediterrane se si u largua nga 20 fshatar të Kakomes. Po flasim për 2003-2004. Dhe sot e kësaj dite ne e qajmë atë, se Kakomea aty ngeli. Po ashtu siç është, ashtu ka përndelur edhe për shumë vite tjera. Ndërkohë që Club Med u largua nga Shqipëria dhe nuk erdhi më këtu. Dhe ishte një nga super gjigantet e turizmit botror. Po flasim. Ne e humbëm si shtet asë kohë. Nuk ditën ta mbajmë. Tani këtu nuk qëndron problemi a është Jared Kushner apo është dikush tjetër kompani multimiliardere. Se ti largove këtu para pak kohësh te Porto Romano, mirë kam tek ndërtimi i portit, kompaninë më të madhe në ndërtimet e porteve dhe aeroporteve në botë, kompaninë franceze. Ti e largove atë dhe e konsiderove atë kompani franceze si të padej për të ndërtuar portin shqiptar, në ndërkohë që u tapa thënë aty, ajo kompania vetëm punëtor ka 280.000-290.000 punëtor, vetëm punonjës. Pra më shumë se aparati shtetëror shqiptar, po mos allakate më shumë. Tu nuk është kjo çështja. Tu problemi është domethënë që dy hallexhin më të mëdhenj të politikës shqiptare, këta janë hallexhin, Edi Rama dhe Sali Berisha, po mundohen domethënë, janë munduar gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, gjatë gjithë 30 viteve dhe po mundohen akoma që të shesin çdo pëllëm të këtij vendi për interesat e tyre personale. Edi Ramës dhe Sali Berishës por pak lobing dhe benefit të presidencës së Donald Trumpit, të presidentit Trump, apo dhe të amerikanëve të dieshëm apo dhe të amerikanëve të nesër, do ta kishin shitur Shqipërinë nga Konispoli në Vermosh dhe nuk do ta kishin ditur fare. Këta janë identik për mua e sa të pas toptanët e shekullit 21, më zotërin nderuar. Ta kam shpjeguar edhe kohë më përpara, unë lexoj shumë histori dhe po të them që nëse ka pas një tradhtar të madh kombi shqiptar ka qenë sa të pas toptani. Dhe për paradoksalitet të madh, ky personazh ka mbajtur dekoratat më të mëdha që mund të ketë pasur një shqiptar të dhëna nga shtetet e huaja. Sepse ishte pikërisht ky lloj person. Ndërkohë në Shqipëri ishte i urryer dhe i dashuruar nga të huajt pikërisht për këtë gjë. Të njëjtën gjë po bën Sali Berisha dhe Edi Rama. Ç'pun keni ju më unë kam marrë 800.000 vota të shqiptare. Tani me këto 800.000 vota që unë kam marrë, unë mund të shes më bëj çfarë dua. Jo më zotri, ti mund të shesësh atë vilën tënde atje në Surrek. Ose çfarë të ka lënë prindrit e tu, në Vuno apo ku diun apo në Tiranë. Po jo atë që është e të gjithë shqiptarëve. Deti, pylli, lumi, rruga janë pasuri kombëtare. Nuk janë pasuri as Edi Ramës, as Sali Berishës. E kuptuam? Këtu nuk është çështja Jared Kushner.
Zlini nga mendja, mos më mundoni të krijoni fabula apo teori konspirative të tipit domethënë që ne po largojmë ta. Jo, nuk po largon njeri ata. Ne nuk po pranojmë ky vend nuk po pranon më njerëz si Edi Rama dhe Sali Berisha që për shkak se duan me patjetër të përfitojnë, domethënë me lobingje të stisura, të kenë benefite personale për të qëndruar aty ku janë, po shesin çdo ditë, çdo pëllëm të këtij vendi. Nën tokë, mbi tokë, ku do t'i që duash ti. Më dilte protesta. Protesta në Tiranë. Protesta në Tiranë, që shumë kush me drejt e pa drejt, thotë, ore, s'është e mundur që ndodh kjo, aty mund të ketë ndërhyrje nga jashtë, ndërhyrje nga brenda, teori konspirative si ku po na vin Mossadi apo na vin grekët, po na vin rusët, po do të themu, po New York Times kush e sill tu morburit. New York Times kishte një shkrim sot të gjatë me video madje nga protesta që ndodhte në Tiranë, pikërisht për këtë arsye. Çfarë do themi që dhe New York Times është i shitur, është media kazan. Këtë do themi. Po arritëm deri këtu kjo, pastaj drejtë e mori t'i vëm kyçin këtë globit, se s'kemi çfarë bëjmë më tjetër. Protesta në vetvete, për mendimin tim, është një gjë shumë e mirë. Absolutisht shumë e mirë. Dhe mua më kujton proteste në anëve kimike kjo, sepse është tipika asaj proteste ku nuk ka, le të themi, një grup organizator. Dhe duke mos pasur një grup organizator, ta s'din këtë blej. Se te studentët e agjitin në fillim muhabeti, domethënë, kurse këtu nuk po gjen akoma se kush është realisht grupi organizator që të kemi mundësi pasaj që kanë blej. E pati dhe jamë ndije që thoshte, po çuna, po hajde uleni apo burs. Sigur po flisë çunave të lagjes. Hajde bujmë thasim çfarë doni, zgjidhni një 20 veta çfarë doni ju. Po jo, nuk do zgjidhim as 20, as 40, as 60, as 60.000. Kjo ndodh për shkak të arrogancës tënde, nderuar zoti kryeminist. Kjo ndodh se kur ti mundohesh të sjellësh këtu një kompani, sikur do t'i thua një kompani super prestigjioze, super e madhe, dhe vërtet mund të jetë kështu, atëherë ti nuk e bën atë benefit të xhepit tënd, or zotri, apo të mendjes tënde. Po e bën benefit të shqiptarëve. Ti sot e para 2 vitesh, 3 vitesh kur diskutohesh kjo histori, duhet të dinë përpara shqiptarëve dhe të thoshen, po na vjen një kompani e madhe që dëshiron domethënë të zhvillojë zonën e Zvërnecit të Nartës apo dhe të Sazanit, shqiptar, njerëz të fushës, të mjedisit, ata juve që jeni më të mençur se sa unë në raport me këtë gjë, hajde të diskutojmë sepse a kemi neve këllçe që të themi jo një investimi të tillë për shkak të 1, 2, 3, 4, 15 të bubit kaçurel, flamingove, kaçadrelit, miut apo gjarprit, apo do duhet me patjetër që të heqim dorë nga kjo pjesa idealistike mjedisore, por të shikojmë nga pjesa ekonomike që na sill turizmi. Pra sepse këtu janë dy përplasje në një mënyrë apo në tjetër që duhen vendosur në peshore. Po atë ishte bërë këtë debat Andi, sot ne nuk do ta kishim fare këtë problemin, e kujt është prona dhe pse po zhvillohet. Nuk do bënin sot problemin e idenë domethënë që a ka këtu projekt, a nuk ka këtu projekt. Ora ky del dhe thotë nuk ka projekt. Po më nga e nxorë shifrën atëherë 4.5 miliard. Si e nxorë mo? Pse s'tua 10 miliardë euro? Ti gënjen se po na gënjen vëlla, na gënjen mirë. Çe problemi ka thuash 10? Kur ti në të njëjtën kohë thon nuk ka më projekt. As ka projekt vëlla. Po nga e nxorë shifrën më burr. As ka ashtu vlerësim të ndikimit mjedis. Po atë nga e nxorë shifrën më zotrin nderuar. A nuk i ke bërë gjitha këto? Atë pse jet më AZT-ja ndjehet për të shkuar e për të zaptuar pronën ai titri. Do bëhet projekti, po projekti bëhet edhe pa gartshme. Edhe pa gart bëhet projekti. E qartë. Që të kuptojmë, ne kemi një Shqipëri që qeveriset nga një qet arrogantësh, të cilët, si shto dashej, sa zgjohen në mëngjes, ulen përpara hartës së Shqipërisë dhe thot, ku do t'i vëm syrin sot? Njëherë Velipojës, njëherë Thethit, njëherë Bakstryllit, njëherë Drimadhesit, njëherë Palasës, njëherë Butrintit, Drilonit, Zvërnecit, nesër Pishporos, pas nesës Darzezës. Dhe shqiptarët, si ta thash në fillim, do ta shikojnë detin nga televizori. Mund të largohet Kushner, siç ndodhi dhe në Serbi që u largua nga një projekt i madh atje për shkak protestave. Uroj me shpirt si qytetar në radhë të parë, të mos largohet. Unë dua Andi që ky projekt të bëhet, po ta them në mënyrën më. Okej, atëherë shumë bukur që e sqaron këtë. Shumë bukur që e sqaron. Dua që ky projekt të bëhet. Po? Dua që ky projekt të bëhet, por dua që ky projekt
të jetë në unision me atë çfarë përfiton qytetari shqiptar. Nuk mundet të kush vijë aty dhe të më thotë mua kjo do jetë një zonë elitare. Jo, ajo mund të jetë një zonë elitare, por jo në 15 kilometra Bregdet. Se është 15 kilometra që presupozohet që do i vihet në dispozicion këtij resorti gjigant dhe ku ti nuk do kesh shansin aty kalosh as nga deti. Atë është tipo ma vjet mua. Ku është përfitimi ekonomik i Shqipërisë këtu? Se s'po e kuptoj këtë histori. Le të vinë zotrinë ta bëjnë, të jenë të mirë në ekonomisë shqiptare, por jo të më thuash mua të më heqësh drejtën e aksesit më. Sepse është një lloj morandi, a shkon sot njeri më në Green Coast më zotrinë. E vlerësoj shumë të gjitha në punët që bën Zamir Mane. E kam pa në lustër këtë histori. Sepse mendoj domethënë që është një biznesmen realisht që punët e tij ditë i bëj mirë. Po i zhvillon zonat. Ditë i zhvilloj zona, pik. Troç. Por ti ama Green Coasti nuk besoj se është i aksesueshëm për 90% të shqiptarëve. Qofse neve do ta bëjmë nga Butrinti deri në Velipoj, që Shqipëria të konsumohet nga 10% shqiptarë dhe nga ata që do vinë me pare nga bota, por jo me bukë me vete, me byrek, e thanë, atë është po tikim dhe ne më randi, çfarë punë kemi neve? Ti thethim, mali po na i merr, detin po na i merr, qytetet po na i bën me kulla, po çfarë duam ne këtu? Ku të jetojnë fëmijët tanë, zotri? E qartë, në ardhun të ka mundësi të krijoj aftësira komoduese në Durrës. Je mirë pritur. Karanja, dëgjova shpesh edhe për diskutimin për agjentura të huaja, të cilat mund të kenë interes, edhe kryeministri domethënë të paktën e ka cituar në një lloj forme që mund të ketë interesa të huaja, siç e lidhi me Greqinë, nuk fol për Rus, është e mundur kjo, është e mundur që mund të shfrytëzojnë këto kauza midisore, dhe tjetra sa mund ndikojë domethënë ky lloj konflikti në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkinë Evropiane, kur vjen fjala të paktën një kapitull ata kanë shumë të rëndësishëm për çështjen e mjedisit. Këtu janë dy çështje, është mjedisi dhe prona. Pra edhe prona që vetë shteti shqiptar, një pronë ja jep njërit, domethënë njëjtën pronë ja jep dy personave që këtu ty ka dështuar shteti. Ata persona banorët e zonës, për sa i përket zonës bujqësore, thënë kemi aktin e marrjes tokës pronësi nga Komisioni Ndarjes Tokës, 96-ën, ndërkohë nga ana tjetër kemi Komisionin e Kthimit Pronës që ja thënë që këtu ti nuk e shtet. E dyta, në lidhje me këto agjenturat, mu më duket edhe nga pikpamja matematikore, domethënë nuk kanë lidhje agjenturat e huaja. Pse? Protesta ande që jashtë është protest masive. Sa mund nxjerrin agjenturat? Ja të nxjerrin 30 vet, 50, ja 100. U thamë për 5 autobus. 5 autobus nga 30 vet, ose 40 vet, ose 50, 250 vet. Aty s'bëhet fjalë për 250 vet. Janë njerëz që kanë ardhur nga Anglia, shqiptar diasporës, të cilët protestojnë për pronën publike. Pra ajo është zonë diamanti, pra edhe Sazani si diamant që është në dorë, është pjesë shumë e bukur, është një zonë shumë e bukur e Shqipërisë jugut, dhe është, mund të thosh pa frikë, ne kemi shkuar në Turqi edhe në Greqi, domethënë zona është zona e Jonit, aty është pjesa më e bukur dhe plazhet e Greqisë më të bukura janë zonën e Jonit. Pra është zona më e bukur edhe protestojnë. Pra nuk mund ne të lidhim shërbime, mund të ketë antar të shërbimeve tuaja bashkëpunëtor, kesa dush, por nuk është se janë këta vendimtarë, po nxisin. Aty ke njerëz po dalin vetë. Tash, a është respektu ligji këtu që po protestojnë të qytetarëve? Kjo është pyetja thjesht fare. Është respektu ligji? Jo, s'ke as projekt, futesh mjedis, i ve gardin, fut betonjet në zonën e mbrojtur, jo do ve rrugën ku do kaloj, si u edhe çakun në zonë mbrojtur ti. Edhe ndërhyrjes në zonë mbrojtur ka mjete të caktuar se si mund ndërhyret. Si ve çaku, se çaku e dëmton ato. Dunat e rërës, foli një ekspert i nderuar, tha duan qindra vite të bëhen dunat e rërës, se është rër afër detit, se nuk është rër në shkëtirës, edhe dunat e shkëtirës mund të spostohen. Po aty është perl, është një dhuratë që është dhënë Shqipërinë, ne jemi vend i varfër, ndërkohë që këtu unë e përjashtoj në mënyrë kategorike shërbimet e huaja. Nuk ka lidhje shërbimet e huaja. Mund të kemë përfituar gjë tjetër. Mediat e pas ka lidhje atë. Ore, është vjet tokë e shtetit apo jo? Se në çdo vend në kjo pyetje po na del. Qoftë sistemin e drejtësisë ku shkon paret, kënej thotë jo e ka fajin, jo e ka fajin. Ore, fajin ne kemi vetë. Duhet transparencë. Ku është transparenca? E foli dhe në ardhin parë. Sa është kjo? 1.4 miliard, 4.7
ku është mjedisi, pra ne flasim kot. Del në njëri nesër i fut 4 dopje raki, thot është 10, thot. 10 miliard investim për e hume. Ndërkohë që duhet tjetë, projekti tjetë aty, dhe jo nga këto projekte green, që del green, ndërkohë që ashtu. Që një projekt do ishte i mirë për Shqipërinë, por t'ishte si në bazë të standardeve të ruajtjes mjedisit. Si mas standardet dhe t'jenë pronar shtetin shqiptar, të fitojnë shqiptarët të patën, po të cënojnë që po prishet, do më dhe që po ndërhyjet në një, se ndërhyjet kjo, sa do thot ligji i propozuar nga deputetet e mënshur, sa do të thot që mund ndërhyjet pa dëmtu, mjedisi dëmtohet. Një pelikan ose një kafshë egër nuk mund të ulet tek shtëpia që do jenë në hotelat që do vinë. Pra, duhet që shtetit t'i ketë pronat shtetit, mos e morin privatin, përse do verifikohet, do jetë e verifikimit. Dhe nga të gjithë të dhënat që del, zona e Florës ka qenë me shumë problematika. Qofse është shtetit, le ta morë shtetit, është pronë e shtetit. Ty shtetit si bashkëpronar e të siguroj. Se çfarë po na ndodhane? Bankërsit është nafta del me humje. Këtu del me humje, se shire kur dalin e këtu që kemi humje se është fundos. Këtë e lexova diku këtë krahasim me bankërsin, që dhe pse investimi huaj del me humje, pra këtu me humje, po ne kemi. Atëherë pse po bëhet lufta që është blokuar ngushtica e Hormuzit? Kot pra gjithë shtetet që kanë naftë marrin pare, vetëm ne grop. Atëherë këtu tregon mungesë transparence, shkelja e ligjit dhe ta thash në fillim, pronë e shtetit shive si hasëm, si për më gabic. Pra si punë e vampirit, që shef ha çdo gjë që i del para. Në fund fare s'ka më rob, do fillojnë të hajnë mitë edhe mocat rrugës. Pra këtu po merret çdo gjë. Duhet të protestash e lishme dhe shumë mirë që protestojmë, sepse mund të ishin prej pemët pyet pa projekt fare. Aty është vepër penale. Prej pemë shkatrim prone. Nuk është më ndërtim pa leje, por shkatrim prone. Një pemë që është boj 100 vjet, ti shkoj e pretësh, është shkatrim prone. Se është pronë, nuk është thjesht pe e një pyetje thjesht. Është zonë e mbrojtur, është një ka një status juridik të veçantë, në ndryshim nga zonat e tjera. Nuk është se do mjesh i pe, madhe u prepi, ato janë pisha, qa kemi pa pisha dhe që janë bërë në vite. Pra ne po shkatrojmë vendin tonë, pa projekt, pa ndërhyrje, mungesë specialistësh dhe një errësirë e plotë që nuk di se çfarë do. Edhe kemi pa betonjerë dhe makinat e zhavorit që ecim në formë drejt, ecim si karvan të bërë rrugë, që rrugë, si bërë rrugë, ku i ke leje për rrugë? I bi këta të arrestohen për ndërtim pa leje, sepse ku i ke leje, s'ke leje ikë, si gjithë tjerë, si shke arrestu ato për i tjekë, të arrestohet dhe kë. Pse s'u arrestu, ti që sekuestru ato. Prandaj, transparenca një, Spaku ka një detyrë shumë të madhe para. E para, duhet ti provoj dhe gjithë, të më thonë se këto janë çështje, duhet të tretoj pronat para dhe aktualisht. E qartë. Po janë dy gjëra që nuk qëndrojnë në mënyrë të, janë të lidhura me njëra tjetër. Qofse prona është e pronarit, unë jam për kthimin e pronës pronarit, qofse i takohet i shehut ose kushdo që ka qenë, domethënë që i takon është toket parë, mirë, por ti takoj. Të verifikohet, nëse si takosh gjë tjetër. Sepse edhe gjyqjet që janë bërë duhet pa topografët, ekspertët i kanë ashtu. Por thash është një dosje pak e vështirë sepse luhen interesa. Dhe ka ndodhur gjërat në mënyrë të atij që në duket lindi i dyshim. Pra, pse e blen tokën kur është zonë e mbrojtur, kur s'e bën? Ndryshon, dalin 3 deputet, 3-4 çuna të mirë aty ndryshojnë ligjin dhe këto s'dishin gjë ngritën dorën, pra shmangje specialistëve këtu na çon në një dyshim që ky kemi të bëjmë me një aferë të dyshim. Por thash jemi pro ndërtimit, bëhet si mafreva, ne të morim pjesën që meriton. Të fitoj shteti shqiptar, të bëhen shkolla të reja nga këto të ardhe. Se me sa shohur me këto trend, do na nodhin si bankresi. Pra jep këtë shkatro, i bim asaj tikim nga Shqipëria. Det s'kemi se çfarë do bëjmë. Lajmi lum s'kemo, se s'ke edhe kur të lash lum. Tash s'ke lumin ta kanë marrë, këtë ta kanë marrë, pakete maleve në krahun tjetër, se edhe në mal shkon dot mos e duhet pagush, po ato që s'kan. Si të shkojnë në mal? Prandaj, transparenca theksoj anë, gjithmonë gjërat e fshefta, në mënyrë që s'di gjë ti e diun, sepse është pasuri e gjithë kombit shqiptar, s'është e tre vetave. Kur e vendosim gjithë ti dhe unë japim, edhe ne t'japim një mendim. Kur vjose patën banorët e zonës, me cilësh konsultuan zonët, aty i ke gjithë banorët më rrugë se s'janë dakord. Prandaj këtu ke një sër shkelje ligji dhe mungesën e transparencës që t'lim dyshimi që këtu ka gjë që s'ka.
Edhe me drejt spaku ka fillu çështja, ka 2 javë çështja, po tash doli hatu që u sekuestruan dokumentet. Faleminderit të Kallandra, pyetje fundit, nart, edhe për mbyllim këtë diskutim, se besoj shkuam tek 1 orë diskutim, është një hapësirë mjaftueshme për të sqaruar një pjesë të gjërave. Mendon se kjo përplasje që ka ndodhur, përmendja që është në lojë edhe dhëndër i Trumpit, mund të na shkaktojë probleme në raport me integrimin në Bashkimin Evropian dhe përse një reagim kaq i madh i mediave më të mëdha ndërkombëtare, më të mëdhajet? Mediat më të mëdha ndërkombëtare e kanë qasjen jo ndaj Shqipërisë, por ndaj dhëndrit të Trumpit. Ta thash në fillim, ai nuk është një personazh dosido, ai mund të jetë ndoshta 10 apo 20 vitet e ardhshme edhe presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke parë se si rrjedhin ngjarjet në atë vend ku shpeshherë, domethënë, pushteti është ndarë midis familjeve më të mëdha të atij vendi, nuk është çudi që pas 15 apo 20 vitesh të jetë kandidat për president. Kështu që po flasim për një personazh atipik. Pra jo një personazh dosido. E dyta, Bashkimi Evropian në vetvete e tha fjalën e tij me Antonio Costën. Ai tha vetëm një fjali, të cilët gjithkush domethënë mund ta analizojë, tha. Çështjet e mjedisit në Europë janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme. Dhe Shqipëria, tha, nuk mjafton vetëm t'i përkthej ligjet e mjedisit nga anglishtja apo frëngjishtja në të cilën ndodhen në Shqip, po duhet t'i implementojë ato. Ajo ishte një fjali, një gur i rënd në qafën e Edi Ramës. Dhe Edi Rama e kaloi me sportivitet, siç e kalon ai. Pra, duhet të kuptojmë rëndësinë që i jepet dhe shqyrë që i jepet Shqipërisë në këtë moment të caktuar. Por unë do dua të theksoj edhe një gjë të vogël fare se e tha pa Karanja aty në raport me përfitimet që ka shteti shqiptar, orët në përfitimet që ka shqiptari. E dini ju andi që për shkak të këtij ligji të zonave të mbrojtura, të investitorëve strategjik më mirë, shteti shqiptar nuk merr as taksën e ndikimit në mjedis. Pra, nëse ti ndërton në Tiranë, për ta bëmë më të thjeshtë, sot në Bashkinë Tiranë, kur ti ndërton një pallat për banim, taksa është, më duket diku te 8%. Ka qenë 11, më duket tani është 8%. Pra dhe 8%, nëse pallati bën 5 milion euro, bëj hesab se sa lek do duhet paguaj ai që ndërton pallatin. Pra, janë të ardhura të konsiderueshme. Madje po ta kujtosh ti se sot është në hetim nga Spaku dhe pati edhe ca le të themi pretenca sot nga ana e Spaku në lidhje me çështjen e zotit Veli. E kam për diskutim. Po duhet ta lidh këtë. Pikërisht giganti Erion Velia i pati bër një kështu piruetë të këtij lloji, duke e trajtuar zonën e Kotrës së Diellit si një zonë hoteliere, sepse zonat e hoteliere kanë taksën e ndikimit në mjedis se taksën e kanë 4%, kurse kur ti e bën për banim e ke 2 fish 8%. Dhe ai e konsideroi zonën e Kotrës së Diellit si hotel, ndërkohë që aty është e gjitha zonë banimi. Dhe këtë është në hetim nga Spaku dhe prisni se keni për të parë juve Planierin, akoma. Pse e thash këtë? Sepse edhe aty te Zvërneci, edhe aty tek Butrinti, edhe te Driloni, edhe te Bakshriolli, edhe te Theti, kudo, shteti shqiptar nuk i merr këtyre investitorëve strategjik asnjë lek, 0 lek. Sepse i thot këtyre, shqyqyshin a herët na investoni këtu, vëlla. Juve duhet na investoni këtu, se na sillni ekonomi të madhe. Po na sjellin. Po ajo nuk është prona e Kristaq Ramës, as e Ram Berishës. Është e shqiptarëve ajo. Dhe ti do duhet që atyre kompanive që vinë aty e ndërtojnë, të mos e marrën atë pronë me 1 euro, se po që puna për ta marrë me 1 euro, e marrë dhe unë më randi. Edhe unë shkoj e marrë pastaj, në bas kontratës që i bëj me shtetin shqiptar, shkoj e marrë, nuk ka bankë në Shqipëri apo në Europë që s'më financon mua për të ndërtuar. Po do duhet të paguash atë taksën e ndikimit në mjedis në fillim, e cila është 4, 8, 12%, dhe në raport me ti me 4.5 miliard që presupozohet që mund të jetë ky investim, pa i pak e sape se sa duhet të paguaj kjo kompani apo ato kompani. E qartë. Pra këtu po bëhet një vjetje me ligj. Jo dje, jo sot, po vazhdon akoma. Dhe do vazhdoj në rast se shqiptarët nuk do të kuptojnë që me këtë klasë politike e cila sot mu është bërë qefi jashtëzakonisht shumë që janë bërë bashkë, Ram dhe Berish, de jure dhe de facto, duhet ta kuptojnë që janë duke shitur 28.000 km2 të këtij vendi. Nga i qartë.
Nart, falenderoj për shpjegimin që do deri tani. Të lutem, regjia më kalo me siglin që të diskutojmë se çfarë po ndodh me dosjen e 21 janarit në SPAK. Mirë, një audio regjistrim për sa i përket 21 janarit, i cili u dorëzua dhe nga familjarët e vetë viktimave dhe kryesisht Alex Nikës, u dorëzua në SPAK. Tashmë kjo audio, ky regjistrim zërash të komunikimeve që janë bërë për disa urdhra, tashmë është çuar nga SPAK në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një ekspertim më të specializuar. Karanxha, të rikujtojmë qytetarëve shqiptarë që ju në atë kohë keni qenë një nga prokurorët e çështjes së 21 janarit, por që gjatë rrugës u ndryshua prokurori, probleme rreth 20 ditë. Rreth 20 ditë. Që besoj, le të themi ju keni, unë e di që ju keni kryer veprime të pafundme hetimore, keni shkuar vetë si prokuror dhe nuk keni dërguar asnjë gjë, por i keni mbledhur vetë, keni organizuar mbledhjen e provave. E di mirë punën fantastike që është bërë në atë kohë, mirë po gjatë rrugës gjëra sigurisht çaluan. Tani ky audio regjistrim i dërguar në SBA për ekspertim, çfarë do thotë? Seriozitet nga ana e SPAK-ut që kërkon ta çojë deri në fund këtë, nuk kemi ne kapacitete për të bërë një ekspertim këtu në Shqipëri, po e bëjnë për ndonjë lloj presioni, duan të zvarrisin çështjen, si e kupton? Mendoj që ky audio përgjim duhet të kemi parasysh që të sqarojmë dhe publikun çfarë është ky audio përgjim. Ky audio përgjim, persona duke përfshi komandantin e gardës dhe gjithë dhe një pjesë e personave që kanë qenë të gardës në anën e kryeministrisë kanë komunikuar me njëri tjetrin. Ata kanë komunikuar nëpërmjet radiove me njëri tjetrin dhe ky audio përgjim pra teorikisht mund të jetë me diktofon të gjithë personat që flasin, se fliten në radio të gjënë dhe tjetrin që komunikojnë njëri tjetrin. Pra të gjithë, ky është një audio përgjim me një kasetë, nga ato kasetat e vjetra. Sot përgjimet kanë ndryshuar dhe me telefon, do të janë më me kasetat vjetra. Më parë ka qenë me kasetat me diktofon. Ky është marrë, është vënë në dispozicion nga duhet të jemi të saktë, gazetari Tan Hoxha nga i burim që nëse ligji për gazetarinë nuk e lejon edhe kodi procedurës penale tregosh burimin nga ja ka vënë në dispozicion SPAK-ut. Dhe është vënë në 2024. Ky në nëntor të 2024 vën nga gazetari Tan Hoxha në dispozicion. Dhe ky është objekt ekspertimi. Me objekt ekspertimi që kuptojmë, e parë është audio, është autentike apo jo, e para, dhe e dyta. Çfarë kanë folur? Pra tjetë në mënyrë të transkriptuar dhe të qartë, eksperti e kupton se ve kufjet në vesh dhe e shikon, pra ka dhe mjete, për shembull që e pastron zërin, disa gjëra që, ose disa momente komunikimi që nuk mund të kuptohen duke dëgjuar thjesht, por eksperti e pastron zërin dhe thotë kjo është të kështu dhe e bën me transkriptim. Dhe kjo lidhet me provat e tjera. Pra e zbardh në letra. E zbardh në letra, thotë kjo audio është autentike, origjinale, është marrë nga ky aparat dhe kjo kanë thënë kështu dhe e keni në dispozicion. Mark Nika dje bëri një deklarim, po të keni parasysh në media dhe tha, kishte dy pretendime, domethënë që tha pse është bërë kaq vonë. Kishte dy pretendime, tha. Dy pretendime kishte ai, domethënë kishte pretendimi i parë se pse është bërë kaq vonë, ka i vit e gjys. Domethënë pse është bërë kaq vonë dhe lidhe me pyetjen e dëshmitarëve, domethënë. Ai pretendonte duhet pyeten edhe dëshmitarë të tjerë, duke përfshirë edhe prokurorët e çështjes dhe prokurorin e përgjithshëm të kohës. Pra pse s'u pyetën këta dhe pse nuk u bë ky veprim procedurial. Tani jemi në pritje të ardhes sa. Mirë, pse bërë kaq vonë? Është një pyetje që ngrihet në shumë të drejtë kam përshtypjen. Kanë tentuar këtu për një vit e gjys ekspertët shqiptar edhe nuk e kanë bërë dot, kanë dalë me rezultatin se ta çojmë diku. Kjo ishte ideja, domethënë që Marko thotë pse se bëhet më parë se tash i bi që juve po e zvarrisni. Mendimi im personal është që në Amerikë janë të paanshëm, kuptimi dhe të pranohet nga palët, pra e kanë bërë ato zyrat, domethënë janë zyra të paanshme, nuk kanë se janë të ndikuara, mund të ketë dyshime në Shqipëri që për shembull laboratori i kriminalistikës që është pranë Ministrisë së Rendit mund domethënë të ketë ndikim ekspertët, kurse ne janë të pavarur dhe ta japin sepse këto si rregull i bi, siç bëhet ekspertime sot kalojnë në kompjuter. Pra dhënat kalojnë në kompjuter dhe shef në kompjuter, se kompjuteri sot e zbardh, e shikon vetë ku ka ndërhyrje, shifet shiriti ku ka prerëse, shiriti më përpara sot me inteligjencën artificiale që i vjen në ndihmë gjithë çështjes, është. Edhe kjo mendoj që kanë dashur prokurorët e SPAK-ut kanë një diçka të pavarur dhe janë lodhur thojza, domethënë se kanë pas zë sa gjë një tamam, kuptimin një
institut shkencor që të japi një përgjigje të saktë në lidhje me këtë provë që është dorëzuar nga ana e gazetarit Artan Hoxha. Se kjo është e drejtë se Karandxha këtu dhe kur shkon për një analizë gjaku, kur shkon dhe shtet dhe në privat, njëherë del anemik, njëherë del me shumë rrozat kuqe, kupton, të nxjerrin dy vlera të ndryshme. Që nuk ata njerëzit kanë qenë duke vdek ta hik se jetë top je për pilot, ndërkohë njeriu ka ndru jetë nesër, po tu çasnot. Prandaj thënë kjo ekspertiza amerikane do ishte ekspertiza amerikane janë serioz, që e shohim provën siç është, edhe kanë dhe mjetet. Edhe ne mjetet sepse me zhvillimin e shkencës ne kemi mjete, por duke thash për më shumë për pansi, kuptimin që që edhe palët je i pranueshëm nga palët, është shuar duke respektuar kodin e procedurës penale. Duhet respektuar kodin e procedurës penale, janë në 59 e nënvijimi i kodit të procedurës penale për letërporosit. Pra ka rregull si merret kjo. Nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë vihet prova, sqarohet çfarë i kërkon autoritetit huaj, ku do të çosh, çfarë do bësh. Dhe janë autoritetet amerikane në moment që vjen kjo provë, që domethënë i vjen kjo letër porosi ose marrë provash nga një autoritet i huaj dhe vën në zbatim. Autoritetet amerikane kanë qenë, domethënë, çështjet që kanë pasur kanë qenë gjithmonë korrekte, kthejnë kohë për çështjet të caktuara. Pra kthejnë kohë do presësh kaq, sepse dhe organet amerikane ose laboratorët kanë ata punë të tyre. Ndoshta apo kanë punë të tyre, kanë ato e vënë radhë. Shikoj, kjo do bëhet kaq se kemi ngjarje në Amerikë për shkak, kemi ngjarje në Washington, kemi ngjarje dhe ne do vlerësojnë. Mund ta marrin FBI që është i pranueshëm. Do të thonë që ka dhe mjetet gjithë kjo ta jep në mënyrë të qartë që shikosh, kjo dhe ti krijon bindjen. Domethënë, është e para është autentik apo jo? Dhe dyta çfarë thuhet në mënyrë të qartë, që thuhet ose zëri mund ndodh pavarësisht pastrimit, mund të flasim me zoturë dhe nuk kuptohet. Ka ndodhur shpesh që nuk kuptohet për shkakun. Flet robi, flet në veshu, për shpëritjet që nuk e thjesht çdo i zbardhur asaj. Çka kemi pa, gjesa e ka zbardh media, ka aty që zbardhet që duket e zbardhur, domethënë që duket që është e qartë. Ndoshta edhe më mbrapa mund të marrë edhe persona që ti pyesin për të puqur kujt i përket zërit dhe kujt nuk i përket zërit, se kjo është e mundur, se nga që e njoh pak teknikën e audios për shkak të profesionit. Nuk është e vështirë ta bësh. Por për profesionistët është shumë e lehtë, kurse për popullin e thjeshtë mund të prishin edhe kasetën, domethënë origjinale. Aty kanë edhe disa emra nickname të përdorura që janë përdorur Tufani, domethënë në përgjim dhe këto do zbulohen. Kush janë dhe se nëse dile vërtet do flitet me persona, domethënë ti je Tufani, ke fol ti këtë bisedë, do ti lidhesh me ngjarjen. Ai thotë se këtu është e keq tash. Ke fol para 15 vjetësh, 16 vjetësh, këtu është problemi hetimit, por është gjë tjetër apo punë. Zvarritet këtë punë sjellë. E qartë. Që ti bësh tjetër një pyetje ku ke qenë 2011 ose ku ke qenë 2010. Pak e vështirë. Faleminderit Karandxha. Nar, si e shikon një zhvillim i cili po përpiqet japi një dorë timit të kësaj çështje, apo sërish jeni ka ajo ide që ju e keni artikuluar edhe këtu në studion e Sken Krimi që kjo çështje do zvarritet dhe askush ndoshta nuk do dënohet për të histori? Unë nuk dua të përgjigj historitë e time Andi. Unë kam thënë që unë nuk i besoj hetimeve të institucionit. Ti aty ke një ekspert i cili o e njeh Karandxha të 21 janar, nuk besoj se mund ta njohësh ti apo unë, se ai e ka hetuar atë di shumicë se madje mua më grish ideja domethënë që për ato që nuk thot Karandxha, jo për ato që thot. Me thon drejtën, por i lejohet edhe kjo që është sekret. Shiko, është ish prokuror, se është sekret i dimor, janë ca gjëra që është detyruar të ruaj me ligj. Direkt. Asa të ruan kuptimin, janë disa sekrete që këto të përgjithshme që se dëmton hetimi, po kjo nuk ka dëmtim hetimi se kjo çështje ka shkuar në Strasburg. Gjithë dosja aty është dhe unë për çka kam flasëm është në publik. Thjeshti Nardi duhet ta lexosh mirë dosjen që ta kuptosh se çka ka ndodhur. Se kur e lexosh duket si normal, po si thonë djalli fshihet në detaje. Unë për teleshikuesit pi shpesh kafe me ty Karandxha, kështu që s'kam nevojë të lexoj dosjen. Megjithatë, ajo që them dhe që unë i qëndroj është që 21 janari është një çështje e barrosur me vendim gjykate, çfarë do lloj piruete që të ndodhi nga ana e SPAK-ut në raport me çfarë do lloj gjëje, unë nuk e besoj më se aty ka për të pasur ndonjë hetim i cili mund ta çojë çështjen tek ish kryeministri apo te ish ministri i brendshëm, se unë këtë pres. Se për të dënuar ca fakira, kujt i hyn punë. Unë pres, a ka dorë aty ish kryeministri zoti Sali Berisha, e fakton dot? Po, jo, ose po.
atëherë për çfarë do ta faktosh, sepse nëse është vepër penale e cila është parashkruar, ke bërë thjesht një vrim në ujë. A ka dorë aty ish ministri i Brendshëm zoti Ruzin Basha? Po, jo. Dhe nëse po, edhe kjo nuk do duhet të jetë një vepër penale e cila është parashkruar tashmë për shkak se ka kaluar 15 apo 16 vite. Pra mua nuk më vlen më kjo historia. Kjo është për fiction. Jepja një skenaristi të Hollywoodit bën një film yll. Por për shqiptarët nuk vlen më. Pik. Dhe unë nuk e besoj më këtë historinë e 21 janarit. Ashtu sikur nuk besoj në historinë e Gërdecit. Sa më shumë largohesh ti, aq më shumë çështje gjyqësore kalojnë në çështje historike. Ne nuk jemi të gjyqi Nurembergut. Dhe Nurembergu nuk vajti nuk u bë gjyqi në 1960-ën, po u bë direkt pas luftës së dytë botërore. Pra që të kuptojmë mënyrën qasjen procedurale ligjore, se ne po flasim për ligj. Pa, nëse pastaj duam që t'ja mbajmë mediat me gajret, dhe hera herë, sa hajde ta diskutojmë këtë çështje. Kukuvajkat si puna e Edi Ramës dhe ato kukuvajkat të tia që dalin çdo 21 janar aty e bëjnë gjasme. Edhe këta të tjerë që bëjnë sikur nuk kanë lidhje, po kjo histori do vazhdojë edhe sot e 100 vite të tjera. Zotri, një. Ka fakte dhe prova reale që implikojnë ish kryeministrin dhe ish ministrin e Brendshëm? Po, jo. Jo në Amerikë, po në Hënë le të shkojnë. Sa për Amerikanët mbajtën në thesin e tyre, në xhepin e tyre të vogël, ish shefin e shtapit përgjithshëm Lohan Hoxha e mori me katapult i dhanë në shtetësi amerikane dhe nuk deponoi asnjëherë ai zotria. Edhe pse, për mendimin tim, dëshmia e tij mund të vletë jashtëzakonisht shumë për këtë çështje e 21 janarit. E qartë, Nart, faleminderit. Kemi një çështje të fundit që do diskutojmë. Do flasim për pretensën, pra që dha sot SPAK për një nga fraksionet e dosjes së kryebashkiakut Erion Veliaj. Të lutem regjia siglën. Atëherë, sot prokurorët e posaçëm të prokurorisë, pra, kundër korrupsionit dhe krimit organizuar të SPAK-ut kanë dhënë pretensën, pra, kanë deklaruar kërkesën se sa vite kërkojnë t'i dënojnë një pjesë të atyre të cilët janë, pra, kanë kërkuar gjykim të shkurtuar dhe tashmë janë të mëvetësuar, pra, kanë një infraksion të ndarë dhe për fat mirë Bekteshin është kërkuar një vit burg, i cili një vit e 8 muaj burg. Pezullim punet interesit publik, ndërsa kompania e tij Kontakt SHPK është ndëshkuar me 583.000 lek gjob. Ina Goxhaj, 7 vite burg, është konvertuar në 4 vjet e 8 muaj me gjykim të shkurtuar dhe me përfundim pezullimin dhe shërbim prove 5 vite. Për biznesmenin Elman Abule, u kërkuan 7 vite burg, 4 vjet e 8 muaj me gjykim të shkurtuar. Për Frosina Bollon, 1 vit burg i konvertuar në 8 muaj. OJF-ja Frobolus, me gjob është pra është ndëshkuar, është dënuar, pra më saktë me gjob 500.000 lek, konvertuar në 333.000 lek. Adela Kondakçi, me 7 vjet burg, kthyer në 4 vite 8 muaj burg, përjashtim nga dënimi të pandehurës. Klotilda Bushka, ish deputet e Partisë Socialiste, me 600.000 lek gjob, është konvertuar në 400.000 lek. Fludra Xhani, me 60.000 lek gjob, është konvertuar në 40.000 lek. Dhe Fation Baçi, punojnësi pra i policisë i paraburgimit të Durrësit, 5 vjet burg konvertuar me gjykim të shkurtuar në 3 vjet e 4 muaj, më tej pezullim dhe kalimi në shërbim prove. Karanja, tani i dëgjove këto, pra dhe kur ke një gjob dhe kërkojnë gjykim të shkurtuar, pra 1/3 e saj e gjobës ullet. Kemi rastin Adela Kondakçi që është me 7 vjet burg, kthyer në 4 vjet e 8 muaj, pastaj përjashtim nga dënimi të pandehurës. Si nuk e kuptoj këtë unë për shembull si qytetar. Kjo ka bashkëpunuar si duket, do të thonë se është përjashtuar nga dënimi. Pra a mund të ketë dhënë ndihmës qëllimeve? Po, domethënë varet nga pozicioni, domethënë. Është kërkuar për këtë përjashtim duke u nisur nga rrethanat e faktit, domethënë dhe çfarë ka deklaruar në lidhje me ngjarjen. Mund të përjashtohet, pra është një është klauzole ligjive, janë te dënimet, po. Dënimet që ta servojnë për publikun janë 2 lloj dënimesh, me gjob ose për dënime për kryen e krimeve janë me gjob ose me burg. Pra këto për kryen për
për kryen e krimeve të rënda është dhe dënimi me burgim prejshë, për tu s'ka vënd. Tani, dënimi me burg mund të ketë alternativat e veta. Një nga ato është përjashtimi, pra ke bërë të vetë për shkak të rrethanave që parashikon ligji penal, ti përjashtohesh nga dënimi. Kam përshtypjen kjo është bashkëpunëtore, nga informacionet nga informacionet që është bashkëpunëtore të dosje. Ka bashkëpunuar me organet e drejtësisë dhe nga ana e prokurisë është shmuar që kjo të përjashtohet nga dënimi. Mendoj që dënimet e kërkuara janë për të përgëzuar se zakonisht kemi gjuhë vetëm burg, kemi dënimet alternative është diçka pozitive. Po, ka dhe shërbime prove, aplikimi i dënimit alternativ, pra sepse qëllimi i dënimit është rehabilitimi. Pra, me këtë lloj dënimi, nga ana e prokurisë është shmuar që me këtë dënim këta persona rehabilitohen. Dhe uroj që dhe gjykata, domethënë, duke u nisur nga vendimi i fundit unifikues i gjykatës lartë, por duke u nisur nga rrjedhi 47, 48, 49 kodit penal, që janë rrethanat lehtësuese dhe të rrethanat të tjera lehtësuese, ti marri parasysh dhe të procedoj, pra mund t'i uli më shumë se prokurori. Pra, kur vetë prokurori thotë është për dënim alternativ, është pozitive dhe uroj që në raste tjera, jo vetëm të rast, por në raste tjera të aplikohen dënimet alternative. Pra, të hiqet dorë nga dënimet burg. Pra, kur është arrihet qëllimi i dënimit, me dënimin e alternativ është diçka pozitive. Pra, këta njerëz dënojnë, pra nuk ka shteti interes këta persona ti izoloj, ti fusi në burg dhe e quaj pozitive. Kjo është çështja, mendoj kjo është çështja qendrore, se këta u dënuan të çështje qendrore, kurse freksioni shijerion veliz dhe personat të tjerë që do gjykohen me gjykim të zakonshëm, do merren provat, do filloj pretendimet dhe siç kemi gjuhë ka pasur debat gjyqësor. Kjo me gjendjen e akteve, gjykimi shkurtuar është një lloj gjykimi të posaçëm, është gjykimi i veçantë. Aktet e prokurorit, domethënë, bëhen fashiku i gjykatës dhe këto akte, prokuroria, domethënë gjykata vendos për çështjen. Mund të ndodhë që me këto akte vendoset pafajësi ose një ndryshim i kualifikimit më i lehtë ose diçka tjetër, por jo të rëndoj pozitën me gjykim shkurtuar. Me gjykim shkurtuar nuk mund të rëndohet pozita e të paderët. Kemi një vendim të gjykatës kushtetuese dhe kemi praktikë tashmë të konsultuar që me gjykim shkurtuar gjyqtari nuk mund të rëndoj pozitën. Për shembull, kemi pozitën gjithmonë 2 vite. Pozitën këtu është diskutim, pra, do të thonë është diskutimi për kualifikimin ligjor. Pra, prokurori thotë që është ky kualifikim e vendos, kurse masa e dënimit ka praktika të ndryshme. Do të thonë edhe mund ta ndoj, po mendimi im është kur organi ndjekjes penale thotë unë mendoj kështu, pra ai ndjekë, ai profesor shtetit. Shteti shef parandalimit, tash gjykata duhet bëhet më e butë se prokurori, jo kërbaç. Mund të zbusi këto masa që janë? Mendoj që mund të zbusi, por gjykoja. Mund të zbusi, do jetë pozitive që të zbusi, por ashpërsimi mund duket i tepruar, pavarësisht se nuk është ashtu, se mund të kërkojë prokurori kush nuk e cakton gjykata, por kur organi ndjekjes penale që përfaqëson shtetin, pra prokurori përfaqëson shtetin, thotë për shtetin këtë, ky është mirë dalje, ti jepet dora me kusht, gjyqtarët kërbaç, po jo, dhe mirë që kjo të zbatohet dhe për domethënë, jo vetëm te gjykimi i shkurtuar për sa i përket kualifikimit ligjor, jo te gjykimi i shkurtuar s'mund të rëndohet pozita, kurse te gjykimi normal ka procedura të tjera, domethënë që është gjyq i zakonshëm, është pa rregull i përgjithshëm, është gjyq i zakonshëm. Këto janë gjykimet posaçme, janë disa lloje gjykimesh të posaçme, është gjykimi i shkurtuar, është marrëveshja, pak a shumë, e kuptoj, se janë pak çështje procedurale, janë çështje teknike që mos ta ngatrojmë publikun. Po këtu unë vlerësoj është herë parë që ndiqet një politikë penale tamam si mas kodit procedurës penale, kur burgimi shifet si pikë e fundit. Pra, t'i japim njeriu shans, shkoj të shërbimi provës për 5 vjet, ai s'bën më vepra penale, ata s'ma do menet. Edhe këto me gjobë, për shkakun që rrallë kemi parë. Me gjobë, se tash madje ne shohim kodin penal i ktheu rob në burg, ne do ishte mirë gjobi, se këto të ishin mirë gjob. Për shkakun po të ishin 10.000 euro gjob gjithë aty. 10.000 euro kishin marrë sa vetë janë pandër, kishin marrë edhe nga dënimi me gjob kishin marrë në lek shteti. Se ne çfarë fitojmë që i fusin burgës me kusht? Gjoba për mua gjoba duhet të aplikohet masivisht. Pra gjoba duhet të jetë para burgu i dyti, kushti i dyti, burgu i fundit. Faleminderit Karandxha. Nardo, nuk po të pyes për këtë çështje, meqense e sqaroi Karandxha dhe pikpamjen ligjore të gjës, por do doja të ndalesha tek Veliaj, duke qenë se ose
më saktë po i ndërthur të dyja, duke qenë se këtu është kërkuar burg për biznesmenin Elman Abule, i cili shkon me gjykim shkurtuar në 4 vite 8 muaj, Fatmir Bekteshit, i cili i heqin dhe të drejtën përveç 1 vit 8 muaj burg, i heqin dhe të pezullimi për punë publike. Tani çfarë ndodh me Veliajin? Çfarë ndodhi në datën 28 maj dhe çfarë do të ndodhi me gjyqin tjetër në gjykatën e lartë, i cili është kërkuar nga kushtetuese që të gjykohet me një tjetër trup gjykuese, kërkesa që i bën për pavlefshmërinë e masës sigurisë arrest në burg. Tani mi sqaro pak të gjitha këto të lutem. Tani batuta e parë një imi është, o Karanxha, ti nuk duhet të jesh prokuror në Shqipëri as gjykatës, ti duhet shkuar në Strasburg, vëlla, sepse je shumë i putë për Shqipërinë, ti si prokuror. Tashi, jemi avokati, tashi, a jemi avokati, tashi. Neve do më pësovim që t'jem gjithë të morim ne i 59, do më pa që të praktikojmë zbatimin e kodit penal si mas Strasburgut. E veshu vesur në avokatit 100%, e parë. Ishte patut sepse unë e Karanxha jemi miqtë mirë, për ata që nuk e dim. E dyta, në raport me Erion Veliajin ka 2 gjëra shumë të rëndësishme që do ndërlidhen me njëra tjetrën. E para njëherë, pavarësisht se unë nuk jam dakord me pretensën e prokurorisë, sepse mua më duket një relatim i jashtëzakonshëm kjo që ka bërë prokuroria në raport me të gjithë këta personazhe, por mendimin tim po dënohen jashtëzakonisht shumë pak, po tmerrësisht shumë pak. Unë nuk e di se si t'ja vë emrin, gjithmonë duke marrë në konsiderat dhe duke i vendosur në krahasimisht me atë që ka ndodhur në prokurorit dhe gjykatat e jurisdiksionit të përgjithshëm me raste analoge, që ma besoni personazhet e tjerë, qytetarët e tjerë, për krime të prezumuara më të lehta se sa këta që kanë futur duar në xhepat e shqiptarëve, janë plasur në burg për vite të tëra. Ky është fakt real, mos më bëj domethënë që të filloj të nxjerr të gjitha dosjet e mia. Se unë kur flas me dosje, nuk flas me dëgjova këtu apo dëgjova atje. Rregull 1. Po përtej kësaj, hajde po bëhem dhe unë, po i vi nga mbas Karanxhës, të cilin e vlerësoj në mënyrë të jashtëzakonshme për profesionalizmin që ka. Po e marr të mirë që okay, në rregull duhet kemi këtë lloj qasje europianiste. A di çfarë sill kjo Andi? Ta duke pranuar fajin, kanë groposur Erion Veliaj. Deduksioni është shumë i thjeshtë. Ta kur kanë bërë veprën e tyre penale, këta e kanë bërë karshi Ajola Xhoxhës dhe Erion Veliaj. Ta nuk bën një vepër penale mirëfilli per se, sepse ata çdo gjë e kanë bërë, pra vepra penale e krijuar ka qenë në raport me atë që ka ndodhur me Erion Veliajin dhe Ajola Xhoxhën. Jo pa qëllim, dosja penale kur shkoi në gjykat, ishte me 30 e kusur një personazhe, nga të cilët gjysma për këtyre, një pjesë e tyre, kërkuan gjykim të shkurtuar dhe u ndan nga çështja fillestare ku gjendet sot Erion Veliaj, Gentian Sula, Ajola Xhoxha dhe shumë personazhe të tjerë. Pra po thua që këta njerëz kanë ditur implikimin e tyre në këtë histori për fshirjen e tyre? Implikojnë, po të them edhe një herë tjetër, duke pranuar fajin, pa e bëjmë të thjeshtë. Andi, ne të dy kemi bërë një vepër penale. Unë nuk e pranoj fajin, por ti e pranon ama fajin, dhe dënues dhe du e pranon. Në momenti kur veprën penale të njëjtë e kemi bërë të dy, afërmend që dhe unë pastaj inkriminohem, sepse vetë ti e ke pranuar atë si faj, si vepër penale. Ti e ke pranuar, pavarësisht se mungon bashkëpunimi në të rësori veprës penale, sepse është pranuar gjykimi i shkurtuar dhe dosja ka kaluar më vete. Nuk e di nëse e kuptuam. Jo, është i qartë. Është i qartë, pra po thua që implikojnë dhe Veliajin në histori. Po pra, fakti që këta po dënohen dhe pranohen fajin do të thotë që Erion Veliaj ka 0 shanse që të dalin i pafajshëm. Okej. Ka 0 shanse që nesër të dalin i pafajshëm, sepse këta të tjerët u dënuan pikërisht për këtë dosje. Nuk ka se si të dënohet dikush që ka bërë më pak faj, për çka dhe ti që ke qenë personazhi kryesor i gjithë veprës penale të mos dënohesh fare. Nuk ndodh. Teorikisht po të them. E qartë. Ta thash pak më përpara, asaja, Erion Veliaj ka akoma çështje të cilat i ka në shqyrtime sipër. Unë nuk besoj domethënë që Erion Veliaj do t'i mbaroj kjo çështje dhe ai do shpëtoj nga kthetrat e Spakut. Jo, do i vazhdojnë atje. Se është akoma incineratori në Valle, është akoma teatri në Valle, Drageta, Ekoparku janë shumë çështje të tjera. Dhe është dhe ajo që të thash pak më përpara, që dhe ky është fakt penal që e ka Spaku sot në dorë. Erion Veliaj
me vendim këshilli bashkiak dhe me propozimin e tij, kuptohet, i ka hequr Gentian Sulës 4% taks ndikimi në mjedis, që janë miliona euro po flas, për ndërtimin që ka bërë te Kodra e Diellit, për fshatin te Kodra e Diellit. Njerëzit e di se çfarë për çfarë po flas, e kanë parasysh. Çfarë ka ndodhur atje? Ka ndodhur një gjë e tillë që në Tiranë, në aso kohë paguhej 8% për taksën e ndikimit mjedis, 8 deri në 11%, kur ajo ndërtimi që po bëhe ishte qendër rezidenciale, pra apartamente, e thëmë në shtëpi. Atëherë ti për Bashkinë Tiranë, për banorët e Tiranës, për buxhetin e Bashkisë Tiranë, si ndërtues ishte i detyruar të paguajë 8% për taksë. Për Gentian Sulën në rastin konkret, nga 8% është bërë 4%, duke ja konsideruar zonën e Kodrës së Diellit si hoteleri turizëm. Sepse për hoteleri turizëm, taksa e ndikimit në mjedis është me ulës se gjoja ti po bën biznes. E qartë, se e sqaruam këtë. Dhe kjo është një vepër penale shumë e rëndësishme, se po flasim për miliona euro të falura ti biznesmeni. Ne e qartë. Tani, do mos sqarosh pak. Dhe ato që ke merak ti, po ta them, para njëherë bastin e 28 majit e humbe, do humbësh dhe bastin tjetër, që ta kesh të qartë. Në 28 maj mos bëni më kakofoni, kur nuk i dini gjërat, nuk e ka me ty, po e ka me ata që me popullin miletin e Facebookut. 28 maj, vendimi gjykatës lartë nuk ka pas lidhje fare me Erion Veliajn dhe gjykatë kushtetuese. Erion Veliajn në datën 6 maj ka bërë një kërkesë procedurale për zbutjen e masës sigurinë personale për rrethinë në gjykatën e lartë, në rekurs në gjykatën e lartë, dhe gjykata e lartë ka dhënë shpjegime ose ka dhënë një vendim në raport me kërkesën e rekursin që ka bërë Erion Veliajn në datën 6 maj. Kurse ajo që ka kërkuar gjykata kushtetuese, që e ka kthyer në gjykatën e lartë, ka të bëjë me një tjetër qasje, ka të bëjë me një arsyetim që ka bërë gjykata e lartë në lidhje me rekursin e Erion Veliajn të mëparshëm, ku i thot që ti, si gjykat, edhe në dritën e asaj të cilës ti e ke nxjerrë përpara 2 javësh, 3 javësh, në dritën e atij vendimit të Kolegjeve të Bashkuara, të duhet të arsyetosh se përse ke kërkuar masën më të fundore, pra përse ke kërkuar arrestin me burg. Pra, që ta kuptojnë shqiptar, nuk ka thënë gjykata kushtetuese, gjykatës lartë shkojë nxjerrë nga burga Erion Veliajn. I ka thënë gjykatës lartë, ke detyrimin ligjor që ta argumentosh përse ke kërkuar masën e arrestit me burg. Më fal. Po. Është arsyetuar tek vendimi për masën e sigurisë, sepse është kërkuar masa e sigurisë arrest me burg, është bërë një arsyetim goxha i gjatë aty, ne kemi analizuar në art, ty të kujtohet. Po, ajo gjykata kushtetuese po të thotë në raport me 2 gjëra, në raport me vendimin e gjykatës kushtetuese, i cili Erion Veliajn si kryebashkiak në detyrë, po, dhe nuk është arsyetuar më përpara, dhe në dritën e vendimit të Kolegjeve të Bashkuara të gjykatës lartë, e cila detyronte fillimisht prokurorinë dhe pastaj dhe gjykatën që të i shpjegonte katësipërisht se përse kërkohet masa e arrestit me burg në masat e sigurimit personal. Edhe një gjë të ta them këtu, dhe kjo është ulëritse për mendimin tim, pavarësisht se u bën 3 javë, pa mos po bëhet gati muaj, që Kolegjet e Bashkuara të gjykatës lartë kanë nxjerrë këtë vendimin unifikues, pavarësisht kësaja, asnjë gjykatë e jurisdiksionit të përgjithshëm dhe as gjykata e apelit, akoma sot e kësaj dite që ne flasim, nuk operon në dritën e këtij vendimi. Po thua që nuk bëjnë këtë arsyetimin pse vendosin arrest në burg, nuk e bëjnë këtë arsyetimin e plot? Po s'ja din hiç. Jo më lart se sa para 3-4 ditësh kam pasur një masë sigurimi personal, me erdhi i arsyetuar gjykatës së Tiranës dhe nuk thoshte si thoshin Shriqi Moti. Prokurori dhe gjykata kanë bindje se personi në fjalë duhet të shkojë në arrest me burg. Pse? Por duhet ta arsyetosh ti. Pse kërkon pikërisht ti arrestin me burg? Unar, domethënë nuk e kam bërë këtë? Fare më po ta them ta them me profesionalizëm. Atëherë ta denoncojmë këtu se për çfarë u bë ky ligj pastaj për të nxjerrë ata? Edhe një po ta them. Edhe një. Sot e kësaj dite, nuk e di se sa ditë është bërë nga vendimi i gjykatës së Kolegjeve të Bashkuara. Asnjë gjykatë në Republikën e Shqipërisë merr një vendimet e fundit të masave të sigurimit personal, nuk arsyeton dhe nuk i kërkon prokurorit se përse kërkon masën e arrestit me burg dhe ta arsyetoj prokurori. Po më dhe mua si avokat, me shpatlla pas muri, me patjetër që unë ta arsyetoj sepse klienti im do të dalë jashtë.
Jo më zotri, ti duhet të arsetosh se vendimi i gjykatës lart kështu thot. 4 maj. Do duhet t'i japësh të drejtë ose jo arrestin me burg. 4 maj. 4 maj është vendimi publik. Nëse bëhet një vit, një muaj. Po, kështu i bie. Nëse bëhet një muaj. Fare domethënë ta. E unë po të them që ky vendim nuk merret akoma parasysh nga asnjë gjyqtar në çfarë keni bërë drejtësisë Karanxha? Nardi, po nuk është votuar fletoren zyrtare më Nard. Garanci ajo më vjen keq tani. Nuk është votuar se ky mund të jetë shkak. Votoni ta zbatojmë thotë. Po, vendimi i plot dhe arsyetuar i kolegjeve të bashkuara. Ne mos ma hidhi poshtë. Nëse që ka kështu, dhe unë ta marr pyetjen, atëherë si është mund të gjykata kushtetuese i kërkohet gjykatës lart të arsyetoj vendimin në këtë mënyrë? O, e bukur kjo. Këtë na zuri madh. Ka ardhur gjykata kushtetuese? Disa raste zbatohet ndryshe, disa raste ndryshe. Atëherë kjo ishte shumë e bukur. Kjo ishte shumë e bukur që the që ende edhe pse gjykata në rastin Velie gjykata kushtetuese e kthen gjykatës lart duke bazuar tek vendimi unifikues. Nardi, avokat Leonard Karaj, duke qenë se është një avokat i cili mbron, ashtu si dhe Karanxha mbrojnë klientët e tyre përballë drejtësisë, pra përballë ngritjes së akuzës, po thotë që nuk zbatohet. Karanxha, ma përmbyll tani këtë, pse se zbatojnë që ta mbyll emisionin unë. Mendoj mos është kjo mosbotim, ndoshta s'është botuar fletoren zyrtare dhe janë ato 3 rregull nga pikpamja formale, pra që ti rrit. Është botuar jo, nuk e njoh, nuk i kom pa lajmet atë. S'kam pa lajme, kur të vi fletore zyrtare në tavolinë, ato vinë në tavolinë zakonisht. Ja, erdhi tash erdhi momenti i zbatimit të tij. Se i shkurtim vendimi. Tani era frym po tash zyrtarisht nuk ka. Inshallah nuk bëjnë gjyqje derisa të botohet fletoren zyrtare. Ati Krisma tha jo, tha zgjova Krisma. Duhet zbardhet, të botohet fletoren zyrtare, të lexohet mirë dhe të shkojnë në tavolinë. Moment që shkojnë në tavolinë, ai fillon momenti për izin. Thotë, unë nuk kam pa lajme thotë ai, gjyqta kom qenë i zonë. Lajmet si kom pa. Mullari Bari tha nuk do të digjet. Okej. Unë them që kur të afrohet Mullari këtu atë do digjet. Duhet afrohet herë. Okej, mirë. Ervin Karanxha, unë të falenderoj shumë për gjithë diskutimin sonte. Avokat Leonard Karaj, të falenderoj shumë edhe për gjithë diskutimin dhe për këtë denoncim që bërë, se të paktën në fund të ditës të mund të t'i kthjellojmë, ndoshta edhe ata gjyqtarë apo prokurorë që na dëgjojnë, po edhe vetë qytetarët që t'jenë më kërkues tek e drejta tyre. Mirë, unë ju falenderoj shumë të dyve për informacionet që ndatë. Të dashur shikues, kjo ishte gjithçka që ne kishim përgatitur për këtë mbrëmje këtu në Skenkrimi. Mirë, natën e mirë së bashku.